Miq të Piskut dhe të Pisk System, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe ja ku takohemi sërish bashkë me Aleksin për të diskutuar tema që nuk para dëgjoni në Shqipëri dhe shumë pak i dëgjoni nëpër botë, por kjo është fat i mirë për mua dhe për gjithë ju që jeni të shumë, poshtoheni çdo ditë dhe nga ata që e ndjekin me shumë zell dhe presin me shumë insistim, duke dëgjuar Aleksin për ato se çka flasim çdo javë. Aleks, të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi ime si gjithmonë. Na përkushton dhe je këtu për ata që na ndjekin për të na thënë gjëra që nuk je i vetmi tashmë. Kemi edhe kryeministrin që ka ardhur në linjën tonë, po shkojmë në një ulluk le të themi, po flasim gjuhë ndryshme. Po, meritor një intervistë nga Rajotët ai. Kemi kryeministin që thotë të gjën për shembull. Një tjetër inovacion i bukur që po përgatisim është hyrja në Shqipëri nga aeroporti Nën Tereza pa asnjë ndalesë dhe asnjë kontroll pasaporte, po përmes një porte digjitale, të cilës i mjafton vetëm pamja jote për të verifikuar identitetin tënd, duke e lidhur pamjen elektronikisht me biletën dhe me të dhënat e tua si një pasagjer. Kështu aeroporti i Tiranës, tani më i mirënjohur si aeroporti me rritjen më të madhe për disa vite me radhë në Europë dhe si njëri ndër të parët aeroportet e Europës me kontrollin digjital të pasaporteve, do të jetë i pari aeroport në Europë me portën digjitale të hyrjes. Një tjetër inovacion. Në rregull? Kjo është ajo që ti e ke thënë që kryeministri jon dhe Shqipëria me në krye këtë, se ky është shefi më i madh i gjithë Shqipërisë, që zbaton ato urdhrat e shefëve të tjerë, që e thot si diçka shumë të arrirë, diçka me sukses të pashpjegueshëm që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër në botë, por do ndodhë për herë të parë në Shqipëri, thot ai, që nuk do të kemi nevojë për pasaporta, por do të kemi një pajisje digjitale komplete dhe ne nuk do kemi nevojë që nesër të kemi pasaporta në duart tona për të shkuar jashtë Shqipërisë. Dhe kjo tregon si sukses, domethënë. Kurse ajo se çka e shohim ne është krejt ndryshe. Çka do të thotë kryeministri duke lidhur me atë që ne themi gjithmonë që do të marrin të kundërtën e asaj se çka na shet dhe marketon dhe na jep në atë fasadën e bukur që ka ai në iluzionet e tij. Ai po na zhduk duke në emër të lehtësisë, po na zhduk ato mjetet e dukshme që i mbajmë në përduar, sepse po na thotë që ne vetë do jemi ai mjeti, do jetë fytyra jon pasaporta tashmë, gjymtyrët tonë, syt, forma e fytyrës, preke këto, gjithë këto prerjet, ne jemi pasaporta tashmë. Do skanohemi direkt duke na parë ai syri Big Brotherit që do vendosin atje. Edhe do të njofi, do të japi aprovimin ose refuzimin një kompjuter. Domethënë, me pak fjalë na ktheu në një shifër, na ktheu në një të dhënë kompjuterike. Njeriu qenia e logjikshme kthehet në një e dhënë kompjuterike. Do komandohemi nga një robot, nga një kompjuter për të na kthyer ne në kompjuter, në robot. Po. Se ne thjesht do të na thotë ai kompjuteri, do thotë që ti nuk kalon. Por kaq, nuk ke asnjë arsye, asnjë përgjigje. Se kundërshton ato pastaj. Se kundërshton dot, domethënë. As ai nuk shpjegon dot, thotë gjë për shembull, thjesht si teket atje. Ky nuk është joni, ky nuk na përgjigjet, ky nuk është sjell mirë, ky nuk ka bërë detyrat që i ka dhënë kryeministri ose këto që janë, domethënë, varësit e këtij, domethënë. Po pra Kinë, sistemi i Kinës, e kemi thënë, qëllimi është që në gjithë botën të shtrit modeli Kinës. Edhe ky thotë tani vend i parë në Europë. E përkthyer kjo do të thotë vendi i parë eksperimental në Europë. Do ne jemi ato kavjet tashmë. Edhe do shikoj si do eci. Po pse do thosh ti pse vendi jon i pari? Po sepse ne kanë mat pulsin. E din që këtu s'do ketë reagim, se ka ide në askush se çfarë është ajo, do e hajnë kollaj karremin se do e paraqesin në emër të lehtësimit, do kemi dokumente, do kemi asnjë gjë. Dokumenti do jemi prania jon fizike është dokumenti. Edhe kjo është, do thoja, goxha joshtëse. Edhe kush do e refuzoj këtë?
Lehtësi thot ai. Pra, e thot edhe bukur, është artist, e thot shumë bukur dhe njerëzit ndoshta edhe përqafojnë kështu thonë, "Oh, sa mirë, sa bukur, s'do kemi pasaportë, harrova pasaportën në shtëpi, do kthehem prapë Këto gjitha. Ato kanë parasysh. E keni si avantazh shumë mirë që thjesht me fytyrën tuaj, imagjino sa vlerë që jep gjës, me fytyrë thotë s'ke nevojë fare për asnjë lloj dokumenti tjetër, vetëm biletën që do duhet për që ke prerë për destinacionin ku do shkosh edhe. Jo, për biletën për avionin ku do hipësh, vendin ku do të ulesh. Por pasaportën e ke fytyra jote është pasaporta e të ardhmes, domethënë. Me fytyrën tënde ti hap atë rrugën për të kaluar në një vend tjetër. Po çfarë na penalizon te kjo gjë që ky po e shet? Kaq shumë domethënë, se kishte kaluar kishte kaluar në nivel kështu në ekstaz komplet. Po I vetmi aeroport tha që vitet e fundit ka pasur shifra marramendse që ka kaluar të gjitha aeroportet të Europës për numrin e turistëve, vizitorëve që Po, normal që ashtu do i paraqisi sa më bukur. Ti bëj çik reklam, sa ashtu duhet. Edhe po, shiko, tani kjo puna e aeroportit do jetë fillimi e instalimit të këtij plani, që përfshin brenda atë agjendën 2030, që duhet të kalojë përhapja e digitalizimit sa më gjerë. Pastaj do fillojmë avash gradualisht, meqense deri tani na konfirmon vetë sultani i këtij vendi, na konfirmon ato që diskutojmë ne këtu. Po themi dhe vazhdimin e historisë si do jetë. Si fillim bëhet e nis nga aeroporti. Pastaj kena për të parë që do fillojë të kalojë nëpër institucione të tjera të shërbimit të popullit. Edhe mos ta bëj përshtypje. Po duhet nisur nga aeroporti sepse aty është ai vendi që ka fluksin më të madh. Aty pastaj fillon të familiarizohen njerëzit. Edhe kur papritur të fillojë pastaj të ketë atë shtrirje në institucione të tjera, mos reagojmë. Sepse unë kalova, e provova, u skanova me fytyrën time aty para kompjuterit. S'm gjeti gjë, në rregull jam, shumë bukur ishte përvojë e këndshme. S'm gjeti gjë. S'nita radhë me prita ndej, jo check-in pasaportës sa ndej këtej. Lehtësi e madhe, shpejtësi e madhe. Se me këto terma do luajnë ata. Qa punën na prish që të përhapet dhe në institucione të tjera, edhe të kemi po atë shërbim të shpejtë dhe të lehtë. Edhe kështu, shkosh marrësh pensioni për shembull, pensionistët shkojnë direkt pa pasaport, thjesht me skanim fytyre. Shkosh në spital me skanim fytyre, shkosh në banka me skanim fytyre, kudo domethënë. Qysh në kafe me skanim fytyre. Kjo si fillim pastaj do përhapet në këto institucionet, pastaj më mbrapa, se qëllimi e kena thënë kush është qëllimi final. Ajo maja e icebergut. To na fusin edhe një çip të dora. Edhe të skanosh me atë ti pastaj, të njifesh si numër. Tani do njifesh edhe me karakteristikat tona të fytyrës. Pastaj do njifesh me një numër. Që do e lehtësoj kjo puna e futjes së portofolit digjital. Drita sa do na çoj. Edhe aty pastaj ne jemi një shifër kompjuterike që do na njohi ajo bisha e Brukselit që është atje. Që është kompjuteri më i madh në botë që ka të vënat e paktën gjysmës botës ajo i ka, se ka Amerika ka kompjuterat e veta pastaj. Bisha e Brukselit. Aty pastaj do jemi të kontrolluar komplet, do jemi dele të stampuara, si puna atyre qendve që kanë atë tapën të veshi, ato kanë kaluar nga vaksinim ata. Ashtu do kemi edhe ne atë tapën, do kemi këtu të dora. Po mirë, ti Alex nuk mendon se do të reagojnë njerëzit shqiptarët, pse edhe sot po ta shohim duke lidhur me Covidin që ne kemi dhënë si shembull që kjo ka qenë pra ngjarja që ndodhi me Covidin, ai pandemia që ndërtuan ta, është po njëjta gjë, ishte le të themi një test për t'i mësuar ta ose për t'i krijuar një rrugë të hapur për të bërë këtë pjesën tjetër të digitalizimit dhe të çipizimit e këto forma të tjera, ti plani tjetër domethënë që po ndërtojmë. Pra i dha okay natyre që me këtë njerëz, me gjithë botën, se ishte ndërkombëtare, botërore gjithë ajo që ndodhi me pandeminë me Covidin, që vazhdoni tani se këta njerëzit nuk reagojnë. Mos ndoshta ka qenë një mësim edhe për vetë njerëzit ajo siç ka ndodhur me Covidin, me bërjen e vaksinave për shembull, që sot shumë njerëz janë penduar që kanë bërë vaksinat, që kanë marrë certifikatën e vaksinimit të Covidit. Po patjetër që ishte test, ajo ishte matje pulsi botërore. Po, ato e matën pulsin, e morën si të konfirmuar, por sot shumë njerëz, paktën po flasim për Shqipëri, njoh shumë njerëz që njoh unë që kanë bërë vaksinat dhe janë penduar. Edhe sot jetojnë akoma me frikë, thonë, bo çfarë do më ndodhi, rinë të traumatizuar, panikosur, në angth,
vetëm për këtë gjendje ku ndodhen pse kanë marrë vaksinat. Po. A mos ndoshta kjo gjëja, pjesa e të marrit vaksina, ndoshta do t'i bëj këta që të reagojnë por mos me e pranuar këtë siç ka thot kryeministri si risi? Nga ana logjikës ashtu i bie, sepse tani Pra ti u dogjer, ata janë viktimat e asaj pjese dhe duhet ta dinë që tani ti hongri një herë valla. Ti po të përgatisin çarkën e radhës. Do e hash prap. Po këta që kanë bërë vaksinën ka një diçka abur, siç e tha ai shkencëtari i madh. Kishte thënë që këta që janë të vaksinuar, këta kanë pësuar dëm mendor abur. Ty ju shëmpir ajo damari i reagimit. Të kanë pësuar dëmtim, domethënë nuk kanë më atë fuqinë e të reaguarit. Që ta luftojnë një diçka, pavarësisht se kanë para syve. Kanë kaluar në gjendje gjumi, fjetjeje. Ju shkrir fara ajo pjesa e reagimit. Edhe kështu që nuk pres gjëra për atyreve. Këtë duhet ta bëjmë neve që s'jena vaksinu. Që na funksionon akoma në rregull ai. Si vaksinuar? Po s'bëhet fjalë valla. Rrimu se thuaj, jemi vaksinuar dhe ne. Rrimu vjen të bëjnë vaksinë tani. Po, na kapin me zor. Duhet ta bësh kështu me vullnet të lirë, se funksionon ashtu. Nuk funksionon diktatura, sado që në diktaturë po e çon çdo gjë këtë. Pra, gjithë kjo që po ndodh tani me këtë digitalizimin është diktatura moderne nëpërmjet kompjuterave. Po, prangat e padukshme që ona. Prangat e padukshme. Edhe kupton, nuk po ai reagimi nga ne pritet. Tani në ajo pjesa e shëndosh që ka mbetur, që nuk e hëngri atë karemin e parë, duhet ta di shumë mirë që kjo është pjesa e dytë e karemit të burr. Nuk vjen asnjë gjë e re, inovacion thaj, përdori fjalën inovacion, diçka moderne. Nuk vjen asgjë, asnjë futje e re për të mirën tonë. Sado që ta rregullojnë, sado që ta zbukurojnë, është çdo gjë me të futme valla, kundra popujve. Ato thjesht fare na shohin si baktinë ata. Nuk na llogarisin, na shohin si shifra. Na shohin si ta vendosin ajo vatha ku duan këta, deri aty. Sepse këta i shërbejnë atyreve që janë më lart këtyreve që na këtyre zëvendësve që quhen kryeministra. Edhe kështu shon ky mohabet. Nuk presim. Po pse kanë zgjedhur Shqipërinë? E ka kërkuar ky apo kanë vendosur ta? Ata e vendosën. Për Shqipërinë. Po, për Shqipërinë. Është një vend i vogël, një vathë e vogël delesh, që e dim shumë mirë që i kemi zhytur aq shumë në hall, i kemi ngarkuar aq më shumë drunj, saqë është e pamundur këto të reagojnë. Edhe duan të shohin si do reagojnë. Siç pan me eksperimentin e përgjithshëm me pandemin, duan të shohin edhe me këtë se si do reagojmë. Edhe duan ta shohin te ky vend jon i vogël, se si do vazhdojë reagimi. Po pati qasje, mirë pritje kjo gjë, do kalon edhe pastaj në shtrirë dhe më të gjerë. Po këta paralelisht njëkohësisht janë duke bërë edhe në vende të tjera. Edhe vende të tjera, po. Po, i kanë dhënë. Por si e kanë ndarë këto? Në Shqipëri për shembull do bëjnë këtë që tha kryeministri, në Angli për shembull do bëjnë diçka tjetër, në Greqi ose në vende të tjera do bëjnë diçka tjetër, pra çfarë po ndodh në vende të tjera? Ky kalo direkte apo? Ky e kalu më lart, ti më hapa më parë. Shkoi direkte ky. Ky shkoi tamam tek ky kaloi te modeli kinez direkte. Direkte. Atje në Kinë për shembull rreshtojnë fëmijët e vegjël. Rreshtojnë fëmijët e vegjël për të futur në shkollë atje dhe kanë aparate kështu rresht në gjatësinë e fëmijëve. Edhe qëndrojnë me një vizë, atje ka një vizë përpara ata, dalin aty qëndrojnë 2 sekonda, i skanon fytyrën, ndizet dita jeshile e kalojnë këta me radhë. Janë kështu të bindur komplet, fëmijët e vegjël ti shikoje duke qëndruar kështu të bindur fare, edhe prisnin me radhë njëri mbrapa njëri tjetrit rreshtore që të skanosh fytyrën atyre. Aty ka kalu ky gjati tani. Tamam si ai modeli atyre. Identik. Burg tamam apo. E ke parasysh kur arrestohet dikush atje që i marrin atë fytyrën që i ke ballore, ke dhe profilin nga të dy anët. Kështu po thotë ky tani atje. Ajo që ka vendosur ky në Rinas atje është identik ajo që ti do të kapi skanimin e fytyrës atje, sikur je një burgosur. Do ti tani ke të dhënat e tuaja, ja dhe dikujt atë fytyrën tënde, privatësia zero. Kurse Anglia e bëri çik më vash, kaloi e nisën me atë punën e kartës digjitale, domethënë që pak të nuk do kesh mundësi punësimi. Kurse ky kaloi komplet në fund. Se është më rënd kjo që po kalon ky? Po kjo ka përsëri atë punësimit? Po normal, sepse ajo pastaj do ketë përhapje se do thotë nuk do kesh nevojë për dokument as në bank për shembull, që të paraqesësh kartën e identitetit. Nuk do kesh nevojë të shkosh të marrësh të rreqesh librezën, atë pensionin, por nuk pate prap kartën ose atë tjetrën, ç'është ajo? Pasaportën. Do duhet vetëm fytyra jote. Mjeti i identifikimit është vetëm fytyra jote, tiparet e tuaja.
Kupton ku ka kalu ky? Që të tregohet që është shumë i gatshëm për t'i shërbyer atyre shefave e prorëve vetë që ka sipër kokës vet, sepse ky është zëdhënës i tyre. Edhe ky thotë, lançohet tani ti këtë që kemi përgatitur për këtë vend. Del ai aty dhe mban atë fjalimin aty dhe gjoja me na mahnit, vendi i parë në Europë. Çfarë pastaj vendi i parë në Europë që po e hajm. Edhe kjo e paraqet bukur. Kupton dhe kush e hongri. Pra ne duhet ta kuptojmë vetë valla, kërkojmë çik. Ku po na çon këtu tani neve? Kjo futja e re është vërtet që na shërben apo ka ndaj kleçkë, ka ndaj çark aty që po përgatisin? Se mendojmë. Ata e dinë që neve se mendojmë të gjëra. Ati japim këtu, vendi eksperimental. Ky është eksperiment që po ndodh. Edhe do na masin prap pulsin. Kupton tani ku po çojnë? Njerëzit zë reagojnë, jam i sigurt se kanë për të reaguar. Edhe Greqia që kemi vend në fshi neve, do kalojnë me kartë digjitale dhe ata, do nisen në nëntor. Pa ata e din këtë çështje, ata e din për dekadash këtë muhabet. Mblidhe shinja, mbledh firma atje pafund. Anglisi shkoi 3.8 milion u mblodhën firmat. Edhe s'do t'ja di fare qeveria. Aq të vendosur janë. Aq të vendosur, po. E kanë vendosur, duhet kaloj patjetër ata. Janë duke ecur fuqishëm të dyja këto që kemi thënë, plani A dhe plani B. Fuqishëm, nuk i ndalon dot. Çështja është kush do dali përpara. Ne vedim kush do dali përpara, po këtu po përpiqen ta çojnë. Po, e tham herën tjetër. I kanë nxjerr kthetrat më burr. I kanë nxjerr kështu hapta zifare. Ne jemi viktima ato, sa të kapin aty janë kthyer qeverisë si uqër. Neve na shohin si dele, që na kafshojnë, na coptojnë, na bëjnë, as na llogarisin fare, absolutisht. Çohu ti kaq ta bësh zëmbin. Janë të vendosur. I kanë thënë ato e prorët e tyre që komandojnë shtetet, këto që komandojnë këto qeverit, çojni, ecni, kanë marrë parasysh çdo lloj reagimi, çfarëdo që të bëjnë, insistim deri në maksimum, derisa të kalojë kjo që duam neve. Janë bë keq fare më burr. Tani neve e dim që kur ndodhi kjo puna e pandemisë, aty doli haptazi fare fytyra atyre. Nuk rritën fare as ato mirësitë sipërfaqësore, aty hoqën maskën dhe treguan ky është sistemi. Neve jemi nga mbrapa, ne kemi fuqinë absolute, do bëjmë çfarë duam. Nuk do punësohesh, nuk do shkollohesh, nuk do arsimosh asgjë, po nuk more këtë. Po ato e morën oken aty që njerëzit tu jetojnë edhe pa dalë nga shtëpia, pa punuar, pa u arsimuar, pa shkuar në spital, pa asnjë gjë, domethënë. E pa gjithë këtë gjë dhe nesër u dorëzuar. Pra me këtë që po bëjnë, duket që e kanë shumë të lehtë sipas tyre, për shkak se nuk ekziston rezistenca dhe reagimi nga popujt të ndryshëm. Shumë pak popull janë ato që po reagojnë, për shembull në Angli që thua ti 3.3 milion, 3.5 milion që kanë reaguar, prapë ato për ata është e papërfillshme, pra do të jenë më shumë njerëz që duhet të reagojnë. Në Shqipëri për shembull, po të marrim rastin e kësaj videos të një media që është publikuar, shumë pak ke reagime që ta kundërshtojnë dhe shumë pak ke nga ata që nuk e kuptojnë, ashtu siç janë edhe disa prej atyre që na ndjekin ne nëpër rrjetet e tjera sociale ku shkëpusim tek tuk ndonjë nga pjesa e bisedës gjatë që kemi ne për rreth 1 orë, gjysmë 2 orë që zgjasin zakonisht. Pjesë e madhe s'na kuptojnë, habiten me ato se çka themi dhe çka flasim këtu. Jo, pa e gjykuar, kupton, pra nuk janë edhe fjalë ose gjëra që kuptohen nga njerëzit, prandaj edhe ky zotëria këtu që është kryeministri jon ka gjetur një formë që e ka shumë më të lehtë për të shkuar afër njerëzve, si flet me gjë, thot komplet një gjë tjetër që duket e bukur, edhe njerëzit thonë, "Oh, sa mirë", thotë që nesër do kemi pasaportë, do të shkojmë kështu dhe do të lëvizim shumë më lirshëm në shtetet europiane, qoftë edhe në vende të tjera. Njëri për shembull thotë, "O koksynet", thotë, "pse nuk ja thoni të vërtetën popullit për ID-n digjitale", thotë. Pse do shërbej pa lëri ato të rivëri, thot, hyrje dalje sa më të lehta, thot. Ti do të bësh njësoj si Kina, thot. Që ti të kesh në kontroll të gjithë pseudonimet e këtij populli, llogari makinë, posedimet e këtij populli, llogari makina, ku do vënë, ku do rrinë, e çka ka ndërmend të bëjnë si Mbretëria e Bashkuar, kështu lëri dënglat dhe thuaj të vërtetën, thot një koment. Shumë mirë ka komentuar. Pra është njëri që është i lexuar, mendon dhe i sheh gjërat pak ndryshe. Shumë mirë bën. U shtofshin sa më shumë ata që menduan kështu si ky komentues.
Ja, i koment shumë tjetër, shumë i bukur edhe ky tjetër për shembull, i shkurtër. Edhe që thot diçka që ndoshta edhe s'ka njohuri për të që po flasim ne, po thot ka me diçka shumë me vend për mendimin tim. Pse po shpenzoni kaq shumë kur ti ke popullin më të varfër? Pra, çfarë po na duhen gjithë këto gjëra ndërkohë që ne këtu flasim për ekzistencë. Çfarë paradoksi më bën. Ha, kupton? Ka shumë bukur zotëria. Shqiptarët thotë nuk po ngopin një tjetër, thotë nuk po ngopin barkun me bukë, thotë sipas të dhënave në të gjithë institucionet ndërkombëtare, ti na tregon se si do ndjekin shqiptarët në vendet europiane. Ka komente nga më ndryshme thjesht sa për të kuptuar pra se si ku janë njerëzit nga ajo se çka ne themi këtu dhe po ndodh nëpër botë dhe plani i tyre, agjenda e tyre dhe ajo se çka thot kryeministri. Pra, jemi midis dy rrugëve. Ne themi këtë, se çka po ndodh, kryeministri na ofron komplet diçka tjetër. Po në botën e tij çdo gjë shkon vaj këtu, është rregulluar gjithçka, në asnjë vend nuk pikon çatia i këtij vendit, i kena mbulu gjithë ato hapësirat, edhe na ka mbetur si qershia e tortës me na fut botën digjitale këtu në këtë vend të vojtur, që akoma kemi eksot dhe njerëzit po largohen nga ky vend, edhe kjo kishte mangu tani. Se gjitha kena rregullu. Na duhet edhe kjo, edhe ta jena perfekt fare si vend, ta kthejnë parajs. A kupton tani kupton tani që e kanë marrë shumë seriozisht e punën e kësaj? Edhe s'duan t'ia dinë fare? Mbyllin syt për nga gjithë në çdo drejtim, në çdo problematikë që ekziston në këtë vend. Kjo do kaloj. Po zgjidho këto të tjera këtu apo? Por e ke pa fund probleme, nuk është lista e gjatë, është çarçaf. Ai thotë jo do kalojmë këtë. Seriozisht. Ktu kuptohet tani domethënë që këta janë ushtarët e këtij sistemi gjakpirës, që s'llogarisin asgjë gjë. Shumë e vërtetë, e kap shumë bukur, siç e ka kapë edhe idealin në koment, domethënë kupton ne ku jemi këtu po vujmë për bukën e gojës, ka shumë shqiptar, madje kishte dalë edhe një nga këto ministre, ku e pash një video dia sot, domethënë thoshte që nuk e di ku e merr në guximin që thonë që Shqipëria është një nga vendet më të varfra dhe me pamundësi ekonomike, me vështirësi për të jetuar. Se kuptoj tha se si a merr në guximin ta thoni këtë gjë. Ju kthen të njerëzve, domethënë ku statistika thonë se kupton ai, E thashtë një nga këto ministret, që është një nga ato ministre që ka thënë edhe para disa vitesh që në Shqipëri nëse ke të ardhura 150 euro në muaj, jeton për mrekulli, domethënë ha peshkë çdo ditë. Ajo tha këtë gjë. Po ajo është, nuk e ke dëgjuar atë që ka thënë para disa vitesh ajo zonja. Po thonë, po mbeten vetëm te konstatimet. Po jepi pra zgjidhje. Ke gjithë ato post madh, ministra atje, jepi pra një shtys, një zgjim këtij populli atje që të kuptojnë që realisht nuk kemi zgjidhur një atë pafundësinë e problemeve, ti po na çon tek fundi fare. Po çfarë po i duhet dikujt, domethënë, ndërkohë që në Shqipëri udhëtimin që ka ajo. Po, ajo ty na ka ngel domethënë ajo që ne nuk do shkojmë pa po çana. Pa duhen lekë që të bësh atë udhëtimin. Po. Edhe vetëm aty te pjesa e kufirit është ajo para se të hypim në avion. Më sa përqindje mund të jetë e shqiptarëve, sa mund të jetë ajo përqindje e shqiptarëve që bëjnë të paktën një udhëtim në vit, domethënë, që ky po i jep ka shumë rëndësi kësaj gjë, domethënë. Kur të vi momenti që të bësh atë udhëtimin që ke bë gati bagazhet aty, do të lësoj te kjo pjesë aty ai. Bukur, ja hudhëm tani. Ti përfundje për qef frikën. Po edhe që të udhëtosh, duhen sa nga shqiptarët do udhëtojnë burr. Po këtë sa përqindje mund të jetë. Për atë përqindje u bë ky inovacioni siç e quajti ky modernizimi, kjo futje e re. E tani u zgjidh, edhe e paraqet sikur tani këtu na ushtru jeta me qylyme. E të burr mashtrusat. Po pse mendoni se e ka nis direkt? Ja, shumë mirë shkum te kjo pikë. Pse mendon se e ka nis direkt me këta të aeroportit dhe nuk ka shkuar në për institucione të tjera siç i radhite pak më lart që do të futet edhe në fusha të tjera, domethënë kjo. Pse mendon që e ka shkuar? Edhe për shkolla ka për të futur ato ai. Okej, ka për të futur, pse ka nis me aeroportin? Ndoshta mund të jenë më lehtë manipulueshëm ata njerëz që janë udhëtar që lëvizin. Jo, e kanë nisë me atë se si duket kanë ato statistikat atyre ata që ka patur goxha frekuentim aeroporti, edhe do që të kaloj atë pjesën e madhe që po merr që bëjnë këto udhëtimet, do t'i familjarizoj. Ato pastaj t'ia kalojnë Jo, mos ndoshta edhe ka më të lehtë manipulueshme për ata. Pra, ata njerëz që janë udhëtar që lëvizin nëpër aeroporte dhe shkojnë nëpër vende ndryshme,
ndoshta ata e kanë edhe më të lehtë për ta pranuar diçka të tillë si risi, domethënë. Po, se ata e kanë vendosur që do bëjnë udhëtimin atje dhe nuk do ngecin te ajo pjesa. Ose mund të quhen edhe njerëz deri diku të dalë, modern, njerëz që nuk janë kundërshtues. Që janë më të kapur ose njerëz që e shohin pak kanë një perceptim tjetër për jetën ose për botën. Po, dhe ajo është, se po dalin. Dikush për shembull që ka shkuar në Angli, ka parë në Angli dhe thotë, "Ok, edhe atje s'ka problem, se atje shohim që lëvizin ndryshe, ose në Gjermani ose në Zvicër, në vende të tjera." Po, edhe ajo është lidhje saktë. Se thonë do bëjnë atë krahasimin direkt që ndodh automatikisht te mendja. Po ja afrohemi Europës, sepse dhe ata i kanë këto lloj masash atje, edhe pse mos i kemi dhe ne, gjë e bukur është po ecim përpara. Po ato që kanë arritur ato masa atje, atyre nuk i përkon çatia. Ato problemet bazë kanë të zgjidhura prej kohësh. Kurse ne këtu jena domethënë, si ta them unë ty, ne jemi të zhytur komplet në grop, edhe ky thot tani do ja ushtrojmë. Pritalla se ne s'kena zgjidhur probleme të tjera, si po na çon atje ti neve. Njerëzit këtu nuk po llogarisim ato 200 lekë akoma. Akoma aty jemi neve. Po llogarisim qindarkat. Edhe ky po thot do ju fusim digitalizim tani. Do po ju lehtësojmë për ata që do udhëtojnë. A kupton? Çfarë paradoksi ndodh këtu? Edhe guxon dhe del atje me atë pa fytyrësinë më të madhe. Nuk e di, është shumë pa lidhje. A mendon se tani po shohim disa lëvizje tjera edhe në qeverinë e tij, siç është numri 2 i qeverisë Rama 4, siç është Belinda Balluku, po lakohet si emër që ka probleme me drejtsinë. Këto ditë flitet që mund të shkojnë në SPAK, mund ta thrasë SPAK-u. Disa kanë marrë guximin të shkojnë edhe përtej saj që thonë që shumë shpejt edhe mund të arrestohet si Erion Velie dhe Ilir Meta. Por mos po duket që këtij po i shemët ajo kështjella dhe ndoshta s'do ketë fatin për t'i çuar gjitha këto misione, gjitha këto projekte deri në fund. Shiko, kjo puna e kësaj Belindës tani dhe SPAK-ut, gjëja që i ka bërë thirrje të paraqitet, ndërkohë që ajo gjendet në Zvicër. Po. Edhe takime ndryshme. Lëshoj edhe atë ironinë atje që kur të ndërtohet treni që linja Zvicër-Tiranë atëherë do e marri për të kthyer. Ajo po ironizonte në ato momente. Edhe viti nuk qarkulloi ka të bër. Ai doli aty me tregu që shija, plot fuqia ime arrin deri aty, saqë s'm detyron as SPAK që të paraqitem atje, le të bëj çfarë doj. Sa do prova që të ketë. Kjo është thjesht teatr, më duket mua. SPAK-u është inekzistent, nuk ka asnjë lloj fuqie. Është aty për dhënë atë përshtypjen që shiko, ekziston një institucion i paanshëm që zgjidh korrupsionin në këtë vend, që nuk merr parasysh postet e atij tjetrit. Akoma dhe numri 2 qeverisë e thret që të përballet me ligjin. Ndërkohë që nuk zgjidh asgjë, ajo është i komanduar komplet. Nxjerr këtë kreun e SPAK-ut atë Dumanin aty nxjerr sikur është ai heroi ai aty që përqendrohen kamerat ku zbret ai nga makina, Altin Dumani thoshte atje, shikon, Skënderbeu i rradhës, ky do sjelli drejtësi, do vendosi rregull atje, ndërkohë që s'ka pik fuqie, se dhe ata marrin urdhra që andej. Kush do arrestohet? Zakonisht arrestohen ata që dalin që kundërshtojnë sistemin, që kundërshtojnë ai peshkaqen të madh këtu. Se edhe Erion Velie ja bën, edhe ai pjesë e sistemit ishte. Pa i ra mrena sepse si duket ka kundërshtuar. Bashkë me atë tjetrin. Me Ilir Metën. Këta të dy kundërshtuan këta. Pati një moment që kundërshtuan këta. Po Mika Belinda ka kundërshtuar dhe kjo? Ajo s'ka kundërshtuar asgjë, po thjesht tani duhet një diçka që të zbukuron çik të punën e SPAK-ut, që nuk bën dallime. E vërtetë është këto ditë ka qenë edhe ai kreu i SPAK-ut, Altin Dumani, që është në ditët e fundit të mandatit të tij. Ishte edhe në parlament duke dhënë llogari aty përpara politikanëve, ndërkohë që duhet ishin politikanët të jepshin llogari tek institucioni i drejtësisë, siç është domethënë ose flitet, ose siç e thoshte edhe lakonte ky në parlament që thoshte po na vijnë shumë denoncime edhe nga qytetarët që duke ditur që edhe vetë SPAK-u nuk është në nivele për shqetësime për ata të vogla që sjellin qytetarë, por është për instanca më të mëdha të pushtetit e tjerë. Po kjo tregon që tek qytetarët është rritur niveli i besueshmërisë te ky institucion, për shkak se ky institucion ka punuar fort. Po, i shërben luftës kundra korrupsionit, këto duan të kalojnë tani. Edhe prandaj po themi, e gjithë kjo është e skenuar, SPAK, Altin Dumani edhe kjo Balluku,
për t'i bërë çik reklam asaj edhe për të fituar atë autoritetin e humbur që profeson ky Spaku gjëja. Prandaj po bëhet gjitha kjo. Ne po e ftojmë atë, spysim fare lekë numër 2 ajo. Kupton? Kështu po luajnë tani. Asnjë gjë s'ka për t'i bë. Ajo është mbrojtur, ajo është pa prekur. Pra ti po thuaj që dorët e Spaku ka po njëjta dorë që ka tek Edi Rama? Po, fix, ajo është lidhja. Po e kundërshtove atë që komandon Edin, që është nga lart, po kundërshtove atë sistemin që ai ka ndërtuar këtu, atëre gjen belaja. Kupton? Atë do kapi Spaku. Aty do përqendrohet ajo plot fuqia gjoja që ka, që është fasad realisht. Po kundërshtove atë shefin e Edit, që është nga lart, që ai është presidenti dhe kryeministri i këtij vendit, po kundërshtove gjithë atë rrjetin që ka instaluar je këtu sipas asaj që ai do, atëre ke problem. Atë gjë kundërshtoi Erioni bashkë me Lirin, Lirmetën. Ata nuk e bën qëllimisht. Po si duket pati një diçka që nuk shkonte. Diku donin t'i fusnin këta, që s'pranuan. Nuk pranoni jo, nuk jeni të bindur, siç është kryeministri jon i dashur, ai super i bindur. Ti vazhdon të jetë i bindur. Po, ai deri në fund ka për ta çuaj. Po këta për shembull çfarë mund t'i kenë thënë tyre ose çfarë detyrë është mund t'i kenë dhënë tyre që s'jam bindur ta. Ajo mbetet mister tani, po që unë e them këtë gjë sepse nuk mund të donohen dy ushtar kaq fuqishëm të sistemit, po nuk kundërshtuan. Është pamundur që ti izolojnë dhe ti fusin. Ndoshta edhe këto janë pjesë e kësaj loje, ndoshta kanë rënë një lloj dakordësie për bërë një show, ne po futemi aty, ju do na bëni sikur po na kapni për një shkelje. E tjerë jo po dalin brek te gruaja e tij 800.000 euro e gjëra të tilla për të krijuar një lloj estrade njerëzve për të besuar që Spaku godet edhe nivele presidenti, nivele kryetari bashkie. Edhe ajo mund të kishte ndodhur, por nuk besoj se ka ndodhur ashtu. Nuk është e skenuar ajo. E skenuar është kjo që po themi për Ballukun. Për Ballukun. Që qarkulloi dhe ajo videoja që ajo bëri që ande dhe e ke kështu është bë viral tani me atë ironin që lëshoi kur të ndërtohet linja e harkurudhore atje ku është që e lidh me Tiranën. Atëherë do vi. Kurse kjo nuk është skenuar, kjo është reale që i ka rasmenda me vërtet. Sepse po të ishte skenuar do i jepshin zë. Do i shikonin valla, do intervistonin, do kishte shku mikrofonet, kamerat. Zëri tyre nuk është dëgjuar fare që kur i kanë rasmena. Nuk duhet të flasin ata. Nuk duhet të dëgjohen. Pa fol domun. Po. Kurse kësa ti dhan zë. Këtu stonon që ndryshon, nuk është e skenuar kjo punë që i kanë rasmena këto të dy. Kurse kjo është e skenuar. Po pse nuk flasin atje ata për shemb? As Ilir Meta as Erion Velia. Po le të flasin sa duan atë, kush e dëgjon atje mbrenda ata? Po të thonë atë pra që edhe kamerat kur përqendrohen në një vend kanë marrë urdhër apo. Nuk është ajo gazetaria e lirë atje që do shkoj që nuk bën dallime, do shkoj, do futet, do gjej mundësi të futet aty brenda, edhe ti intervistoj. Nuk ndodh ajo gjë. Do shkojnë të përqendrohen kamerat edhe mikrofonet aty ku këta duan, aty ku do ai shefi i madh. Këta duan ta marrin vesh njerëzit. Kjo duhet bëhet e madhe. Që të kalojmë ato që duam ne, të opinionit e mendja tyre. Kurse këtyre të dyve nuk ja japim atë mundësi, sepse s'ta intereson alla, këta janë drejt shkrirjes. Na kundërshtoi vdekje, varje, militar, direkte. Këtu e kuptoj që nuk është i skenuar. Ata kundërshtuan realisht dhe u donuan realisht. Aty më thënë bravo i qoftë atyre për këtë gjë, pavarësisht se i kanë bërë shumë të këqija këtij vendi. Se mos ta keq kuptojnë anjoni dhe po mbroi erin dhe ata. Se të dy ishin për burgim, edhe shumë u vonuan biles. Por e posuan këtë gjë vetëm se kundërshtuan rrjetën e madhe të sistemit që ka kapur këtë vend. Para asnjë gjë tjetër. Po Edi Rama, mendon se do ta ketë rallën për atje? Në Spak? S'ma do menja. Nuk do të bëjnë show me Edi Ramën, ëh? Jo. Si duhet. Aty ka përqen ai bashkë me Salen që janë bashkëpunëtor, që luajnë atë rolin polici mirë, polici keq, kundërshtar gjoja, ndërkohë që janë shumë të lidhur dhe ndajnë shumë fitime dhe përfitime bashkë, se njëri pa tjetrin nuk qëndron. Por ai njëri ka për të vetë tjetri. Prandaj se futën dhe Berishën mrena ato. Po që këto janë duhet të mbajnë atë balancën. Duhet të jenë dy
qeveria, opozita, vazhdon ajo dhe show, teatri që duhet shohim neve, që të vazhdoj filmi deri në fund, ta mbaj këtë popullin të përqendruar, që gjoja janë kundërshtar tani këta, duhet edhe është pjesë e skenarit. Prandaj po them, por ai njëri ka për të dhënë tjetrit, duhen të dy në skenë ata. Të dy janë të komanduar nga i njëjti. I thot ti për këtë kohë, duke nisur nga kjo datë, deri në këtë datë, do mbash të qëndrim, do thush këto gjona, do dukesh kështu si viktimë, sikur po të burgosim në shtëpinë aty. Ndërkohë që unë se besoj fare atë, pse kanë qëndruar në shtëpi ai gjatë kohës që ishte me arrest shtëpie, ai lëvizte për qejf i lirë valla. Kur i dëm shtëpia ai. Por nice, kështu duhet na thoshin neve. Edhe kështu do vazhdoj filmi. Ne vazhdimisht jemi duke parë një teatr. Ajo që theksoj vazhdimisht, dyshoni më burr. Mos i merrni të mirë qenë ato që na japin lajmet. Aty po na japin një skenar dhe ne jemi ata spektatorët e vazhdueshëm për herë. Ndodhi kjo, ndodhi ajo dhe na çojnë aty ku duan ata. Ndërkohë që s'ka lidhje fare me realitetin. Edhe kështu ka për të vazhduar deri në fund. Ky popull ka për ta ngrënë për herë. Tani po na pasojnë, po na kemi ca kështu kandidat për kryebashkinë. Siç do ofrojnë ata ose kuptoj. Tjetër show kjo. Do vendosi një komedian aty. Për kë, për çka ka emrin ai, Portokalliu. Polici. Për Florin? Për Florian Binoj? Po, imagjino. Se ai pjesë e kësaj gjës ashtu edhe? Po është komplet e asajt. Ai e nisi thjesht për të ofruar një show humoristik, se kishte atë talentin për të bërë humor. Kështu e nisi ai. Siç e nisi Zelenski. Ndoshta edhe ai s'është ndjeni, valla, ndoshta ai është qasur, ndoshta është përfshirë në mënyrë të pastër si njëri. Po, në fillim ashtu ishte. Po, se tani është pjesë thonë? Po, ai po fillon të zhytet në këtë moment, nga momenti që u bë oferta atij, që ti do përfaqësosh neve PD-n si kandidat për pjesën e bashkisë, aty tani ai po futet. Po ai thotë që më mbështes, më jam i pavarur, thotë ai. Po i pavarur. Do shumë i pavarur. Të gjithë janë pavarur këta. Kupton? Ushtar dhe i pavarur. Këto nuk shkon. Jo, ai thjesht unë kam shpall kandidaturën si kandidat për kryetar bashkie të Tiranës në mënyrë të pavarur. Pas ti kësaj që shprehu ky domethënë, ose iniciativës që shpalosi, ka dalë në mbështetje kryetari i Partisë Demokratike, siç është Berisha, dhe shumë të tjerë. Po, edhe gjëja tani ka edhe dy rival, këse janë tre që po pritën kalojnë aty. Po. Kjo vrasësja tjetër që njerëzit duhet ta harrojnë. Gerda Manasiliu që ka qenë ministre edhe e shëndetësisë edhe arsimit. Po, që s'kishte lidhje as me njërin as me tjetrën. Po tani me sa duket ka lidhje me Bashkinë e Tiranës, ka kështu, është adape për atë pjesë. Po. Kemi edhe ato tjetrin pastaj që Arlin Qorin. Po, ai po fiton goxhë popularitet, se është i rrjedhshëm kështu, ai flet bukur, ai ta pjerr trunin kur flet, të bind. Të dy, njëri marksist, tjetri ateist, se janë intervistuar, besoni te Zoti thënë? Asnjëri as tjetri. Si ky Portokalliu, edhe ky tjetri, Qori? Jo, asnjëri s'besonte. Unë besoj, tha Qori, unë besoj tek ata që besojnë. Bravo, sa bukur. Sa i papam, super diplomatike. Unë besoj te vota atyreve. Perlë. Si ishte? Unë besoj tek ata që besojnë te Zoti, ëh? Unë besoj tek ata që besojnë te Zoti. Ore aty a beson ti? O ti tyç. A beson ti? Jo, u tha, unë kam kërkuar gjithë ato librat filozofik, do gjejmë nga librat filozofike. Ka gjithë, ëh? I ka lexuar. Profesor. Po kërkonte nga librat ai të ekzistencën e Zotit, nga librat. Edhe thoshte, po unë besoj tek ata që besojnë. Bravo. Duke i përfshirë gjithë çka kanë këtu komunitetet fetare, kupton se sa përgjigje gjarë diplomatike. Si fiton pika ai domethënë me këtë gjë që thotë. Si ta beson te vota, më jepni pushtetin ju mua. A et tani besime lejshin preshje. Edhe më jepni ndaj pushtet këtu, ti t'ju komandoj. Se edhe unë i komanduar jam. Po këtë tjetër tani shpreh tjetër ky Flori? Ky si e tha, ky prit se dje e pashun këtë. Edhe kishte filluar të bëhej viral. Edhe ishte zgënjur shumë njerëz burr. Me Florin, ëh? Edhe ishte zgënjur shumë njerëz sepse ora, pse quhemi vend laik ne këtu? Pjesa më e madhe e shqiptarëve besojnë valla. Kjo është me të fotme më burr, vend laik. Pavarësisht se kemi komunitete të ndryshme, secili ka drejtën e vet besoj aty kudo, e drejta vet. Po vetëm vend laik që s'mund të quhemi neve këtu. Edhe megjithatë kemi emrin e vendit laik. Edhe na dalin tani neve këta, do na përfaqësojnë kryeqytetin ateistat, bashkë me të vrasësin. A dhe gjë tani ti? Që të vazhdoj ai
Se edhe ky ateizmi, marksizmi këto, sepse të gjitha që qeverisin sot janë niprat dhe mbestrit e komunistëve të dikurshëm. Të gjithë, po t'ja shohësh atë lidhjen pemën e familjes familjare, do shohësh që burojnë nga familje nga njerëz komunista më vëlla, ateista. Vazhdon, le të quhet ai PS, PD, ora janë PP, janë Partia Punës, janë akoma me atë drapërin. Quhen akoma. Ato na komandojnë akoma. Ajo vjesht, ajo linjesht. Po është çik më e zbukuruar, kupton se e pan që duke dalur hapta ball për ball nuk ka funksion. Edhe pa sjellin kështu me këto emrat, i rregullojnë sa gjëra që mos duket keq. Që duket sikur ka ndryshim. Mirë, ti po thua që edhe Flori, pra, okay, se ky tjetri, këtu kemi film të parë, domethënë, me Manastir Lion kemi film që kemi pa disa herë. Si Ministria e Shëndetësisë, si Ministria e Arsimit, si poster tjera që ka qenë gjithmonë krah e Partisë Socialiste. Arlind Qorin e njohim sa njohim, kurse Florian Binaj e kemi si një figurë të re për sa i përket pjesës politikës, si kandidat për kryetar bashkie në Tiranë. Pra, edhe për këtë ti thua që është pjesë e kësaj lojës, pra? Ai po futet në atë valle, ai se ka idenë fare se ku po futet. Këtë ta garantoj sa të dush. Nuk e ka idenë se ku po futet. Si ka mundësi, çfarë bëjnë to molla? Bëjnë magji këto, domethënë këto njerëz që kanë pushtetin dorë, si shteti Berisha me Ramën që janë bashk, çfarë bëjnë to molla? Ku i arrin ti bëjnë njerëzit kaq shumë për vetë që të fusin gjithmonë atë ullukun e vet, domethënë që çor sokakun e vet. Kollaj fare më burr, ai të ofron ty një diçka që ti as e ndërroje dje par dje. Ai thot, "Çfarë më vërtet? Mua? Unë? Por direkte." Kushdo që t'ishte. Të ofron ty diçka ai postin e krye bashkiakut. Super, mret. Do e refuzoj. Ka karakter aq të fortë se mos e di ai se si funksionojnë gjërat këtu që ti dhe atje i komanduar do jesh. Çka krye bashkiaku valla? Thjesht ke rolin e krye bashkiakut. Po nuk je i vetë qeverisur. Me këtë që po thua Aleksi, bie që këtu asnjëherë nuk do ndryshojnë gjërat valla. Kushdo që të vi, kushdo që të futet rishtas i ri, domethënë, kushdo nga këto do të ndyhet, do të bëhet pjesë, do ta bëjmë pjesë këtyre. Nga momenti që ti vendos të futesh në për këto poste qeverisës e komanduese, automatikisht e ka pranuar ndotjen dhe ndyrjen. Po si mund luftohet për kjo? Një me karakter, një që do të eci drejt, që do të ndihmoj këtë vend që të eci përpara, nuk bëhet fjalë ta çon aq lart. Je dakord ti që të na bindesh neve, këtë pjesën nuk përqendrojnë kamerat kur ndodh ky dialogu. Je dakord ti që ta zhysesh të vend që ta dëgjosh neve, çfarëdo që të themi, duke bërë rolin dhe me epitetin kryebashkiak, por do kesh kaq lek. Por me të katërt, aty me të dyja komët. Kështu si qenë direkte. Po thot ai. Dakord, do t'i bëjmë ne reklama, do t'i japim ne mundsinë. E fillon e del ai pastaj edhe reklamohet. Nxjerr gjëra sikur ka program, sikur ka ide, sikur është njëri i aftë. Këtu del edhe media që është gjithmonë është e lirë, është e gatshme për të ofruar qytetarëve mundësi të mira, të reja, që janë sa më afër tyre. Ti ke popularitet, thon, njerëzit njohin nga një cep në tjetrin të njëjtë gjithë Shqipëria se me ty janë argëtuar deri dje duke bërë të kush ja bote ai, edhe i fitonte njerëzit. Sepse ajo është ideja, po pa të popularitet, ti ke shumë mundësi që të kesh influencë mbi njerëzit. Edhe i duhesh një si puna këtit. Ky është Zelenski paralel. Edhe ai kështu nisi me komedia tu ka shumë që krahasoj me Zelenski. Pse shihet në këtë formë? Sa e pash unë atë atje më shkëmina direkte. Një njeriu normal që mendon aty do shkëmenja por. Ky ndani nga komediant tani do marri post. Çfarë problemi ka? Pse paragjikoni si gjë domethënë? Për te lidhjet e tjera që bër, pse do ta paragjikojmë që një komedian, një artist mund të marrë një pozicion të tillë, të jetë politikan ose të jetë një kryetar bashkie? Ai kishte atë prerin për t'ju ofruar argëtim dhe humor njerëzve. Pse nuk mund të jetë një aktor, të jetë një kryetar bashkie shumë i mirë, shembullor dhe sa më afër njerëzve? Okej, shiko, ai kishte atë talent burr, nuk besoj se mund të bëj paralelisht edhe të ketë atë seriozitetin e duhur, se do shumë seriozitet që të kesh një vend drejtues atje, si punë siç është ai post atje, do të jesh një shumë serioz, do të kesh karakter të hekurt. Edhe këtu e kuptoj që nuk mund të shkoj me një qasje të djeshme që ti bëje humor.
stonon. Nuk mund të shkojmë ne që ky tani është po aq i aftë, siç na bënte neve të qeshnim, do ketë po atë aftësi për të qenë një drejtues, për t'i dhënë drejtim kryeqytetit sidomos. Ç'a do bëjmë? Ç'a do urdhër? Si do japi ato vendimet ai? Duke me humor, duke bëu gallat. Po mund të nuk të jep atë. Ai mund të ndaj deri isha aktor, tani do jem kryetar bashkie, nuk humori do ta le me njan, do sillen si kryetar bashkie, do të ketë stafin e tij. Edhe ajo mund të mendohet që po thotë e kaptoj ku e ke fjalën, edhe ajo mund të mendohet. Po që shiko, ajo kleçka ku bien njerëzit është tek ajo më shumë që ky është një person i ri që është shfaqur në terrenin politik. Edhe ngjecen te kjo pjesa. Nuk i dim se ç'a mund të ofroj, nuk i dim çfarë aftësish ka. Edhe bin te ky kurthi këtu që ai ta provojmë edhe herë këtë. Prandaj edhe të politikës se kanë glabëruar, e kanë marrë, e kanë bërë pjesë tyre duke e prezantuar si shteti. Po, popularitetin e ka, por nuk e kemi provuar si do jetë në politik. Edhe aty prirësh më shumë ti që ti japësh atë mundësinë. Edhe aty ky është kurthi, ky është kleçka, sepse kushdo që të vendoset atje, siç e the para 3 minutash, kushdo që të ishte atje, e njëjta gjë ka për të vazhduar. Duhet të stakojmë trurin te kjo pjesa. E njëjta gjë ka për të vazhduar, është kështu e prerë, e kopsitur, e planifikuar, nuk e lut topi për asnjë gjë. Ato i shërben një sistemi, i shërben një agjende. Nuk ka rëndësi fare çfarë posti ke ti. Ministër, kryeministër, president, kryebashkiak, krye çat dush ti t'jesh, ti je aty për t'u bindur disa urdhrave. Nuk je i lirë që të vendosësh, ti të marrësh vendime për të mirën e të popullit për ecorin përpara. Nuk ekziston kjo është nirvana, kjo është aludim, është imagjinat. E një ëndrë verore. Po mirë, që dalim më konkretisht, domethënë, atë se çka po ndodh. Çfarë po i servire shqiptarëve? Gerta Manastirliu, Florian Binoj dhe Arlind Qori. Këto janë 3 kandidaturat apo? Po. Kush mendon ti se do ta fitojë? Jo që don ti ta fitojë. Me atë që shohim shohim që kush e fiton tuti. Mbas gjërave, pra për kë do votojnë shqiptar? Do votojnë shqiptar. Jo, ka edhe kjo i përgjigje, mirë e bërë këtë pyetje. Por do të bëj një parantezë para se të jap atë përgjigjen. Ai sa kam ndjekur dhe unë se këta ndjekin ato, ta kam thënë, këto ndjekin ato sondazhet, rrjetet sociale, po. Shohin ku prirën njerëzit. Ato ecin me këtë. Shkojnë afër atyre mendimet e njerëzve. Po pra ne kanë lënë të lira këto gjëra të komentosh ti, të thuash atë që mendon. I ndjekin gjithë, ha? Po të se din se çka kanë kokti, derisa të fusin çipin, atëherë do të di ç'a mendon. Po nga që se kanë atë mundsinë akoma, e kanë lënë të lirë këto rrjetet sociale. Aty shohin ku prirën njerëzit, ku pulsojnë më shumë, ku që të rreq më shumë. Edhe thon ata, ti, të tre këta, po marrë si shembull të tre, se të gjithë janë ushtar. Ti ju të tre jeni ushtarët tanë. Okej. Nëse ju arrini të fitoni sa më shumë njerëz, pra të jeni influencer, nëse neve shefat e juaj, që ata s'dalin në skenë, janë nga prapa skenës. Po këto të tre nxjerrin si karem. Edhe i shohin mind pastaj, te kush karem do shkojnë më shumë. Kush është djathi më joshës. Nëse ju arrini të rishni sa më shumë njerëz secili nga ana vet, atij do t'ia japin pushtetin. Ky është që ja porti truri njerëzve. Ky është që i bindi njerëzit, ka aftësinë bindse. Edhe në këtë rast, kush? Tani del përgjigjja. Në këtë rast është, mendoj, Arlind Qori. Ç'a thua? Pse Arlind Qori pra mbas komenteve ose kësaj është që është më afër njerëzve? Ai është më afër, po. Nga këta të tre po them tani, Po nga këto tre që janë tani. Po, ai është më afër nga gjithë. Më afër se Flori dhe më afër se Ogerta? Po. Ai është kandidati më i mundshëm. Është më influencer. Ka kaq kohë ai. Po ishin dhe fytyra të reja më përpara, u zhduken çka ishin këto llapa e këto me radhë që Shabani, ky qëndroi, ky rezistoi. Duhet bëj, domethënë ta mendoj me çik të pjesë këtu. Ata u zhduken, nuk fare, s'po kërkojnë asgjë. Kurse ky është akoma në skenë. Edhe kaloi pa pritur një nga treshja për postin e kryebashkiakut. Dhe këtu tani mendon, pritella, ky si rezistoi deri tani. Edhe po ta shohësh, e kam parë dhe e kam ndjekur dhe unë komente, siç bëjnë këta, bëjmë dhe neve, populli thjesht, shohim komente, reagimet e njerëzve. Po. Shohin atë, çfarë do thonë? E kanë dëshirë të madhe ata, çfarë do thonë? E kanë qef. Sikur futesh në Facebook, çfarë mendon, çfarë ke në mendje thotë aty.
Çfarë mendojnë njerëzit? Alin Çori valla. Ky do japi zgjidhje, s'ka si ky, njeriu më i drejtë, i asnjëanshëm, gjitha. E kanë kthy kështu, do t'i bëjnë ai burs në një ditë. Aty po shoh që ky është më Po nga këto dy tjerët kush është pas Arlindit? Këto dy tjerët janë hi syve. Ata janë inexistent fare. Kush i ka besim Anastiliu ta amon tani apo? Kush e pa hajrin e saj apo? Ajo është person shumë përçon negativitet apo? Kupton? Se njerëzit nuk qëndrojnë vetëm tek çfarë thuhet, po edhe shohin valla. Ajo nuk përçon as nuk të tërheq kur e shikon. Përçon diçka të keqe, negative. Energji të keqe, po, negative. Po mirë, ndoshta e voton administrata, ato i kanë gjithë mundësitë. Kurse Qori është më i binj vëlla, edhe mënyra se si flet, i përçon ato fjalët që thot me shumë pasion. Është më binj, të shoshon direkt. Po ky është i përkryer apo? Ky është i papam, qisa i aftë është. Pse mi e nxjerrim Ogertën, se jam dakord edhe me këtë që çka thua ti, vetëm për një arsye jo, se them ndoshta mund fitoj Ogerta për shkak se ka administratën, ka mbështetje politike, qeveria që është shpojnjitit krah dhe mund ta mbështesin në këtë formë duke votuar nga populli. Populli është superfuqia, po ja them të disa të herë. Po tërhoqë popull ti, ta japin pushtetin. Se ti thua që midis Florit dhe Arlindit fiton Arlindi thoni? Po, Arlindi po. Ai është shumë më përpara se ato dy. Kush do doje ti të fitonte nga këto tre? Kush do unë të fitonte? Asnjëri më valla. Çfarë fol ti? Po si do rim pa kryetar bashkinë? Mirë tani. Unë do doja të fitonte një që si tha ai ishte, si kishte emrin ai Spanjës, ai trafikant i madh i drogës. Çfarë ishte ai? Në atje në Spanjë nese, që thoshte, e di çfarë do të thotë liri, të gjendesh brenda në gojën e ujkut, edhe ti thush kam Ara ojmë, ne di që do më kujtohet kur ti iki pastaj, po zë këtë vlerë pastaj, dezi vaj. Si ishte shpreha? Na shkruajti Edi Rama, thonë çfarë thonë kështu edhe s'do fitojë Ogerta. Do të marrë pjesë në intervistë. Po do fitojë Ogerta dhe mos e keq informonin njerëzit ose keni më ndikuar shumë tek ata që do ju ndjekën, shprehu shqetësimin direkt. Lëvizin këto sondazhet. Si kishte E ç'a ishte ajo, se ç'a mesazhi tha? Ai tha që di ç'a do të thotë liri, tha, të gjendesh brenda në gojën e ujkut, edhe ti thush kam ashtu ç'a të kesh. Do të thonë, sa do i mbërthyer ti nga ky sistemi, sa do presion që të kesh, ti thush s'keni, nuk më arrin të bëni asgjë, nuk arrin të më cënoni, bëni ç'a doni, as ju pyes fare. Sa përqind e shqiptarëve thonë këtë? Një till do doja që të bëhesh kryebashkiak. Po e thot Flori për shembull, e thot këtë. Nuk e shefti që ta thot Flori këtë? Që është i pakorruptueshëm, që është i pandikueshëm? Ai mund ta thot. Po e thëna me të bëmën janë sa qelli me tokën distanca. Po shefti që ai e thotë dhe nuk e bën për shembull. Po se ka atë ai, nuk e ka atë damar ai apo tjetër ashtu. Vetëm fakti që ka dalur në sken, automatikisht e kupton që nuk është i tillë. Po si mund të bënte kryetar bashkie pa dalë në skenë? Si mund të bëj? Mirë, nuk është puna se si do bëhet, do dalin në skenë ai. Po ata që janë vërtet të aftë nuk do jepshin mundësinë fare që të dilshin në skenë. Të po them, jo se normal që do duhesh një reklam. Ti e qen pamundur që dikush nga ne nga shqiptarët, ai vërtet domethënë i papërlyer të jetë domethënë kryetar bashkie ose në një post caktuar që të ketë një pushtet për shqiptarët. Në mënyrë se si do të bëj që çdo kush që dalë aty do të kapet. Po patjetër apo. Ai do nuk ka asnjë formë që të futet dikush edhe mos kapet aty. Se kjo na çon një pikë që është pa shpresë komplet. Po normal që është pa shpresë apo, pa komplet. Po si zgjidhet Alex? Po shikoj tani e kemi kuptuar apo se kemi kuptuar se i drejtojmë dhe publikut tani? Shumë mirë, po. E kemi kuptuar që ky vend është i kapur nga rrënja deri te gjetja e fundit e majës së pemës. Është i kapur komplet çdo institucion, çdo pushtet, çdo autoritet, gjithçka. Prandaj ty të çon te kjo që të arrish në këtë konkluzion që thuash kushdo që shkon atje, Flori, tjetri, është pjesë e këtyre. Po patjetër apo. Që shërben për një X rol. Duke përfaqësuar një X post. Duke na servirur neve një X rol. Edhe ne vazhdojmë të jemi spektatorë të përjetshëm. Kjo ndodh apo.
Tani do thosh ti se mund ndodhi ky ndryshimi, Po, si mund ndryshoj, pra, kjo është pyetja, kjo është. Ndryshimi mund ndodhi, ti vihet flaka komplet këtij vendit. Si ti vihet flaka? Domethënë të shëshohet çdo gjë, çfarë dishim e çfarë nuk dishim të harrohet dhe të fshihet, edhe të fillojë nga e para, të shohet nga e para. Ja, ashtu mund të vi ndryshimi. Është kosto e madhe kjo. Po kur them kështu, jo të biri bërthamore të fi pallate të burse, nuk është ajo zgjidhja. Po si? Se do shoj morë, ato është bi jetimi edhe ne kosto. Vritemi edhe ne. Jo, burse do vazhdojmë jetojmë ne burr. Na vin anash. Po si mund të fshihet e gjitha kjo? Duhet kapur ajo pjesa që përbën në shkak për këtë kancerin që ka rënë këtë vend. Ata që e shkaktojnë këtë kalbin, ata që kanë kapur, që kanë zhytur kthetra në këtë vend. Ata duhen zhdukur o burr. Që është Sorosi, Amerika, ndërkombëtarët, NATO, ata gjithë ato organizata fuqi që a kanë një shtet në botë për shembull që është larg këtyre? Fatkeqësisht pa kapur. Se mirë e thu këtë, sepse ajo që po ndodh këtu nuk është se po ndodh vetëm këtu. Ato kanë kapur gjitha më burr. Është një matrix kjo botë burr, se tani do kalojmë kështu ta çojmë çikët. Është një matrix, është kapur gjithçka më burr. I kanë shtruar ato tentakulat, ato point, ato fumbat e tyre. Po ne po flasim pra kur është matrix, kur është kapur jo këtu, por në çdo vend botës. Ja, dhe Amerika është e kapur apo. Pyet dikush thotë, po çfarë po flisni apo? Po grini sallat kot, po thoni diçka që ne e shohim, po s'na intereson, kështu që jetojmë si të jetojmë me këto vujtjet, me këto gjërat që na kanë futur në këto shinat ku duan këta. Edhe shkoj si shkoj puna, kupton? Qoftë Flori, qoftë Ogerta, qoftë Qori, po njëjtën gjë të bëjnë. Po. Atëherë në gjë zgjidhje. Atëherë çfarë bëhet? Ajo që kemi në dorë neve është që të paktën t'ia çojmë mirë me njëri tjetrin apo, kupton se sistemi punon dhe për këtë gjë. Do të përçaj popullin apo. Po, atë po e shohim. Do ta ketë si duke na vështirësuar jetën ne nuk e gjejmë zgjidhjen tek ata. E gjejmë zgjidhjen duke u konfliktuar me njëri tjetrin për shembull. Ti shkosh një rast që ishon para disa ditësh, një spital atje, spital publik domethënë, shtetëror, ti shkon atje, një parregullsi e papar, niveleve më të larta dhe shërbim skandaloz, dhe ti shef që njerëzit aty, mënyrën se si organizohet gjithë gjëja në atë spital, të futin një lloj konflikti midis njerëzit me njerëzit, dhe thonë, pastaj një moment kur ti përfundon thua, si u konfliktuan ne dy, se ne s'kishim asgjë, ne thjesht gjithë secili ishim punë vet. Thjesht erdhëm këtu dhe u ngatruam me njëri tjetrin. Po në hall ti, në hall unë, robi im i smur, robi jot i smur, për çau kapën ne tani? Për çau kapën, po. Po kapën për shkak se këtu nuk funksionon gjëja. Për mangësitë që kujdesen këto të na lënë aty dhe qëllimisht ti bini njëri tjetrit neve. Mos merremi ne me ato, po merremi me njëri tjetrin. Po, ndërkohë që këtë grobën tu kanë krijuar këta vetë. Po. Por ne me këtë grobën merremi me njëri tjetrin, krijova ti, po krijova unë. Edhe rëndësi ka që do skanohet fytyra në aeroport, kupton çfarë bëhet? Atë, të paktën të ruajmë një marrëdhënie të shëndosh me njëri tjetrin apo. Është shumë pjesë e rëndësishme kjo. Edhe ata kujdesin që mos ta kemi as këtë. Mos ta kemi pra se na kanë infektuar nga kjo pjesë. Ne po ti shohësh edhe ky diskutim që do bëjmë ne për sa i përket pjesës postit kryetarit bashkisë Tiranës, domethënë, ne shohim që edhe njerëzit, ose siç ndodh edhe për nivele për shembull kryeministri ose kur votojmë ne, domethënë, ndaj njerëzit jo po ky e aty, ky e Po pra, po kanë shumë forma që të servisë sistemi për të arritur atë përçarjen. E kem politikë valla dhe partia, fjala part, është nga anglishtja part, parti, pjesë, cop. Na pjestojnë, na coptojnë. Unë besoj te programi i këtij se ka më ngjit më shumë kështu siç ne parashtron ato zgjidhjet e problemeve. Ky tjetri thotë jo, se ky tjetri kreu i kësaj partie ka program më të shkëlqyer akoma për të zgjidhur problemet e këtij vendit. Edhe kështu përçahen. Të njëjtën gjë bën dhe skuadrat e futbollit, që pa pritur neve bëhemi patriotë dhe advetar të mëdhenj vetëm kur lun kombëtarja. Po për çështjet, për problemet e përbashkëta asnjëherë nuk mblidhemi ashtu siç duhet. Kupton? Sikur ta kishim atë zell si popull, siç e tregojnë kur luan kombëtarja, tu do ishin zgjidhur shumë probleme. Do ishin zgjidhur pafund probleme. Se do thoshin pastaj
këta tani arritën të bëjnë me një mendje. Atë gjë që neve kujdesim. Ajo do i friksoj. Po do i frikson të shumë, do e mendoshin për së dyti, për së treti, prit ta tërheqim i çik se se u zgjuan delet. Atë gjë që këta e tregojnë me anë të futbollit, tregojnë të problemet e përbashkëta më burr. Sa ty do të shoh që më së fundi arritën atë gjë që neve kena frikë. U bën me një mendje. E di çfarë po më kujton tani me këtë rastin që po thua ti, po e marr gjithë mesazhin që del gjithmonë po tek ai mesazh që jep, që thuaj që çdo kush nga ne do të vetëdijsohet edhe vetë ndërgjegjësohet dhe të kërkojë domethënë. Po ndryshuam ne veten, ndryshojnë edhe këta thua ti. Po, direkt. Kjo është e gjitha. Para disa ditësh pash një personazh që është edhe i shumë i dashur për publikun, është një gazetar. Po e them edhe me emër se s'ka asnjë probleme për sa i përket Marin Memës për shembull. Po shihet një video që kishte edhe ai që bën ato thirrjet her pas here. Mesazhet e tij që jep gjithmonë për Shqipërinë, për atë dashurinë, ta duam kombin, ta duam vendin, ta duam Shqipërinë, ta duam njëri tjetrin. Duken pozitive dhe është për të vlerësuar dhe për të gëzuar respekt për atë se çka bën. Po lexoj komente siç thëti ti që edhe unë shoh, siç pash në rastin pak më parë. Shoh aty që i kërkojnë llogari. Marini thash, po na lodhën me këto fjalët, me këto shprehje, me gjëra ndej këtej. Pse nuk del ti të kandidosh? Pse nuk futesh ti në garë që ti je ti kryeministër? Pse se merr ti fatet tona në dorë? Do ka njerëz që deri diku edhe nga dëshira që edhe vlerësojnë edhe i kërkojnë një farë mënyrë, në thonë za, llogari duke thënë që pse s'vendosesh ti, pra duhet ti është ti. Ishte moment që pashë edhe Marini vetë kishte kthyer përgjigje një komentuesi që se kishte kaluar deri diku edhe në nivel kërkesë llogarie, por edhe ofenduese, me idenë që po thoshte që po na lodhe tani me këto dërrë, po këtë mohabet ke ti. Bëmë konstatime, duam zgjidhje. Duam zgjidhje, pra na sill ti, hajde, s'dil ti domethënë. Po. Edhe Marini që i kthente përgjigje që thoshte që s'pe kupton gjithë atë se çka po them, kjo video që kishte thënë Marini, pra po të fillojmë ndryshojmë gjithë secili nga ne, do të vijë momenti në mos unë dikush tjetër. Pra nuk është momenti që unë të futem tani, thoshte Marini, por ne do të ndryshojmë, nëse ndryshon edhe ti. Ndryshoj edhe unë, ndryshojmë edhe të gjithë, atëherë pastaj do e kemi edhe më të thjesht. Pra deri diku e shoh që pajtoheni të dy, pra me këtë se çka po thua ti si mesazh. Pra ndryshimi do të vijë nga gjithë secili nga ne domethënë. Por ne e keqja jonë është që çdo kush, ndoshta edhe tek ne, kur bëjmë një video, thonë që pse se ndryshoni ju. Po. Por do të jemi të gjithë, do të jemi shumë. Ndryshimi vjen nga mendja, po të fillojmë neve të ndryshojmë ato pikpamjet tona, ato edhe të rendisim ato përparësitë. Aty do kuptojmë pastaj që pritalla. Tani kjo ka vlerën e vet, kjo ka vendin e vet, kjo ka vendin e vet. Do fillojmë të sistemojmë, por ne nuk jemi të qartë valla. Ai është problemi se na kanë futur këta, neve nuk mendojmë dot më qartë. Për shembull, ne duhet të tregojmë atë adetarizmi është çik kështu. Çfarë marron me izmi është e keqe. Adetarin për vendin ton, duhet të tregojmë me atë formën e unitetit. Ndodhi kjo padrejtësi për shembull një diçka që nuk shkon. Të mblidhemi valla, ku dëgjon të bëhet një thirrje në rrjetet sociale që i kemi atë mundësi ta bëjmë atë gjë, që të koordinohemi. Edhe të dalim. Siç u bë dikur që nisi me këto punën e vaksinave. U bënte thirrja, mblidheshëm shumë pak valla. Shkoi deri në 200-300 ajo, pastaj filloi duke rënë numri. Shkoshim në bulevard atje me ato mesazhe atje. Edhe kaloshim makinat edhe thjesht na heqin një synë edhe. Me mundësi të madhe thoshin që ato budallet atje të fiksumit, kujto se do zgjidhin në gjë. Po ju që po na gjykoni nove nga ajo timoni makinës atje, po të ishit bashkuar dhe jo këtu, do ishin ndërprer ajo gjëja, e do ishin shpëtuar shumë jetë njerëzish. Disa o sakatun, disa i kene poshtë në dhe. Edhe sa kanë përçku akoma nga ato që kanë bë. Se janë me afat gjatë ata. Ata që na paragjykoshin neve pa të përpjekje, ata janë përgjegjës të asaj të keqe që ka për t'i zënë ata të tjerët nesër pas nesër. Se do ketë pasoja gjata kjo se thash. Nuk mblidhen, nuk bëhen. Sepse ka kosto kjo gjë. Mund të më shohin, mund të etiketohem, edhe çmo duhet mua sepse mund t'i vi nga një urdhër nga lart edhe të më vi pastaj mua në një kështu urdhër nga shefi që i pushuar ose i pezulluar. I futen këtyre gjërave, nuk kemi frikë për sakrificës. Pa sakrificë nuk ndodh asgjë.
Neve këtu kanë arritur sistemi që funksionon këtu, atë damarin që quhet sakrificë, janë kujdesur që ta impin fare. Mos ta çojmë ndërmend të sakrifikojmë qoftë gjë më të vogël. Si do humbasun këtë, po sikur ta humbasun këtë. Po sikur. E nuk ka zgjidhje me po sikur. Tregoje pra, e do këtë vendin këtu. E do që ti trashëgosh diçka të mirë brezit të ardhshëm, fëmijëve tu valla, kalamojve tu, nesër pas nesër. Mos e bë për veten, ta të bëj për kalamojt tu. Çfarë bote do gjejnë ata nesër kur të vi rralla e tyre të dalin në terren që ata të punësohen edhe. Si do jetë kjo botë? Këta tani po na fusin digitalizimin edhe këtu, po na lidhin, po do na fusin një burg me pranga dhe zinxhir të padukshëm, dhe fajin e ka ky brezi që është tani. Sepse po reaguam ne, do arri ajo agent të përfundoj, edhe fëmijët tanë brezi i ardhshëm do jetë në një burg të hapur, ku s'do ekzistoj termi, koncepti fjala e drejta, do jetë arkaike, do jetë kështu imagjinat. S'do kesh fare asnjë të drejtë, jesh i burgosur. Për çdo, siç ishte diku në një vend, njëri bëri në një vend që është instaluar kjo deri pjesërisht kjo puna e kësaj digitalizimit, bëri një koment që shkonte kundër narrativës qeveritare, edhe i fshin në llogarinë bankare më bër. Në sekond direkte. Ja, këtë të drejta po i japim ne asajt që po vjen. Që po sjell vetëm se bëri një reagim, pse tha diçka kundër. Po, ky tani që bëri këtë reagim, ky përbën rrezik për atë që neve po ndortojmë tani. Është revolucionar, ky është kryengritës, ky mendon, ky reagon, rrezikon të zgjidhjet e të tjerë me këtë që tha ky. Të fshi ty unë të ardhurat, që të rrezikosh jetën tënde me vdekje urie, edhe pap e qep direkte. Kjo po vjen me digitalizimin tani. Që hidhu përpjet i bë çfarë dush pasaj. Edhe do përfundos si shumë veta që janë atje në Kinë, që janë me mira, që flenë në rrugëve. Se reago për këtë, bien vazhdimisht ato pikët e kreditit social, dhe ti i pa dëshiruar për sistemin. Shko, vdis. Kjo po vjen tani këtu. Që ky po e nis gradualisht me atë duke nisur me aeroportin. Që do ketë shtrire pastaj. Që do të ketë njerëz thotë në Shqipëri që do reagojnë? Që unë me diellën bëm seks edhe lindëm 83 kalamoj. Ç'është kjo 83 më valla? Po pse tha 83, nuk tha 80, ta bën të rumbullak. Po tha për këtë për deputetët që ka ai. Ashtu, pse 83 janë ato? 83 janë. Ja, u tani më thotë që nesër do thotë ai që do jem nuk do kem më nevojë se i po i dorëzon gjithë ato, ja do jem vetëm unë, thotë ai. Shikoj lidhja tani. Nesër mendoj unë tani se do zëvendësohen gjithë ata që janë njerëz. Do kem gjithë diella, po. Diell ka të vogla aty, diellca. Nuk do ketë si Bedindën Pelshon ai. Pelshon, do të thonë po bën të marifetet. Arben Ahmeti që i kishte vend Belindës, që i kishte krah djathtë dikur, i lçoi pllumat tani jashtë. Për e fatë nesër ai thotë që s'kam nevojë thotë as për Belindën, as për Ahmetin, as për Taulan Ballën, as për Niko Peleshin, as për asgjë të tjerë. Kem kompjuter 83 diella nesër. Ua. Veç ai domethënë. A për e fatë 83. Është gjithë në kuadër digitalizimit domethënë. E frikshme, ëh. Si sa seriozisht e ka marrë. Do zëvendësohen të gjithë, jo se këta që janë në parlament drejtojnë. Që duket sikur votojnë kur çon ato kartat budallënt. E kush e han atë? Po ai tani po e thot hapur fare që do komandohen me kompjuter. Është çik edhe njëri batutash ai, edhe njëri që i kalon çi gjërat kështu me nikte po prapë ai nesër la durët. Me Trumpin aty bën humor. La durët me këto. Nesër thotë të kam thënë thotë ai, kur nesër kur ta bëj këtë që parlamenti realisht jetë me 83 deputet kompjutera, nesër thotë të kam thënë, valla apo e ke. Fiks, ajo ta kam thënë. Ne sot e marrim si kështu si shaka, si batutë, nikte. Ta bëra të ditur. Ajo taktika që e kena theksuar disa herë këtu që ta bëjnë të ditur. Ta bën kështu nesër për në kollaj fare. Që të përgatisin me ato që po sjellin tip Simpson, që të përgatisin se çfarë do pasoj nesër pas nesër. Edhe ky e lëshon edhe ta thot, edhe e thash valla, ju ishit idiota, qeshnit, se ju duka unë si humoristik kështu kur dola dhe thash. Ky shumë gjëra që i ka thënë edhe para shumë kohësh, po i mbanëm, po i bën, po i vërteton, po i realizon domethënë. Ai e mori atë që tapin. Ai ka thënë edhe 2030, ka thënë 2050, e kupton. Jo, gjithta që janë sot deri në 2030 e kanë atë limitin, atë kufirin e realizimit të agjendës. Kur doli ky sultanin para ca kohësh, u bë goxhako në fakt,
me atë shprehjen e famshme që u bë batut. Nuk keni parë gjë akoma. Po. E di pse e tha këtë gjë ai? Sepse ishte momenti që kishte lexuar gjithë rregulloren, gjithë qetapin, gjithë ato porositë, ato gjëra që do kalonin. Si imagj gjithë gradualisht. Mbasi e lexoi ai atë, ka thënë, po, çka ka përgatitur për këta këtu. Përfundoi, e lexoi, doli pastaj aty. Doli aty pastaj, s'keni parë gjë akoma se me këto që lexova unë këtu, çka ka portar mbi kokat tuaja më shok. Po sa mendon ti që mund të ketë realizuar deri tani nga ato që kanë thënë? Jemi në fillimet. Në fillimet, a? Ka dhe sa ka? Edhe 5 vjet kohë. Jo, nga gjërat që ka bërë, jo në kohë, jo në vite. Për shembull, sa gjëra nga programi ka bërë, sa përqind të programit ka bërë që ka lexuar këtë qitapi? Me limitin deri në 2030-ën. Sa ka bërë tani? Kryesorja është kjo, e futi këmbën e parë ai. Me këtë punën e... Kryesori është koka, pastaj... Po e trupi vazhdon, është kështu. Problemi ajo është, tani ky ka bërë fillimin, e bëri nisjen. E bëri atë çarin atë kështu, që të kalojnë gjërat moderne këtu, inovacionet. E lëshoj. Edhe e nisi me këtë diellën tani, që fillon të aty 1 minutë tani të dëgjojmë çfarë do na thotë kompjuteri, edhe unë nuk jam këtu për të zëvendësuar njerëzit. Unë jam këtu për të zëvendësuar njerëzit. Ja pa tha vetë, do jenë të tre, nuk do jeni më një. Ajo tha nuk ajo. Shife si kundërshtojnë. Është për të zëvendësuar njerëzit. 83. Ua, çfarë paradoksi dhe e thot haptazi më vëlla. 33 kalamoj. Se tani e bëra linjën që the. 83 deputet në parlament. Po tani këto, si këtu kur lindin njerëzit, humanët në Shqipëri, këto japin një bonus për shembull. Kjo diella për shembull që do lindi këto 83, do marrë edhe bonusin. 400.000 lekë për shembull për çdo fëmijë që lind? Për çdo fëmijë? Kush i marr këto lekë? Tani lekët do i marrë babai valla. Se është krye familjari. Edi Rama. Po ai tha unë do i diella me Edi Rama ti bëj fëmijën? Po kështu tha, unë jam martu me diellën tha ai. Unë kam bë me veglën time digjitale do shtohemi. E thotë tek kështu tekstolizhi me veglën time digjitale? Po si do i bëj kalamojt me diellën ai? Si ai me inexistenten? Po ai del kështu. Ai po tallet rëndshëm, fuqishëm me një popull sa do i vogël që jemi, po me gjithë të popull po tallet. Do shtohem, do i jashu unë diellës se edhe do bëjmë kalamoj të 83. Po si guxojnë dhe i thonë burr, si dalin në publik me gjëra kaq trashanike, edhe nuk llogarisë do të asi gjë as pyesim fare se çfarë do mendoj ai tjetri. Talluni sa doni ju. Unë e thash. Të vjen kështu sikur ty po thot në një gjë kështu humoristike, po ajo është e vërtetë, është reale. Por edhe mbulohet kështu si diçka paradokse, po ai ka për ta kaluar atë gjë. Ai është përmbaruesi. E qartë, se te kemi sqaruar atë. Ajo është diçka që do kaloj, do futet. Edhe neve marrim kështu, gjë që dha 83 kalamoj digital. Edhe kështu kam përkaluar shumë gjëra tjera. Se mungon ajo serioziteti valla. Nuk i shohim, nuk i marrim gjërat seriozisht, i marrim me shaka. Gjërat nuk janë shaka, po na lidhin, po ndërtojnë burgun. Edhe nisi japi parë, se theti deri ku kanë arritur. Po ja, kemi direkte. Ministresha digjitale, që do bëj 83 kalamoj digital, skanimi digital i fytyrës në aeroport, kemi 3 hapa deri tani. Edhe pastaj ajo do ketë shtrirje, se do kaloj pastaj edhe në për shkolla, edhe për institucione. Do përdorin si sebeb ata, u vra i gjyqtari atje, skaner, shqitet drogë në për klasat, në për shkollat, aty jashtë, shkojnë kalamoj të blejnë, skaner dhe atje. Do bëjmë se Kina atje që qëndrojnë gjitha 3 sekonda para ekranit, skanohen edhe kalon. Gjë skaner. Identiteti jote është fytyra jote. Nuk do duhen më dokumenta, sepse ti kalon, për çfarë duhen dokumenta? Ti do kalosh online. Siç ishte me një film, se këto i japin edhe në për filma. I erdhi telefonata, i erdhi të koka, se i kishte këtu mrena ai atë telefonin. Fliste me mendje. Edhe i erdhi mesazhi dhe thoshte, nuk po të shikoj online, nuk je në rrjet. Se çka kishte bëj, përdori një marifet aty që doli jashtë rrjetit, jashtë internetit. Nuk po të shikoj online. Po nuk të pa, ti je duke bërë shkelje. Tu ti je online, se do të shikon i mbikëqyrur vazhdimisht, Big Brother për të shikon. Se do fillojë tani prapa ajo
Ajo. Do jetë ai grua e keqe domethënë, ë? Ai grua e keqe. Ku je? Pse se hap telefonin? Fiks, ashtu Ku je? është. Çfarë po bën? Llogari 24 orë. Duhet tregosh, duhet paraqitesh vazhdimisht të di se çfarë po bën. Se mos më dalësh nga vatha. Duhet të kem në kontroll. Absolut. Liria jote nuk ekziston, je zero. Orwell, e kanë kapurcy Orwell, as ai nuk e kishte çuar kaq larg këtë skenarin e frikshëm. Deri diku e kishte ai. Kurse këto i kanë thyr barrierat alla, kanë kalu tani në për disa vende kanë arritur edhe te çipi. Ke Zvicrën atje që çdo gjë i hapin me çip. Të njeh direkt e afron dorën ti atje, edhe aktivizojnë gjërat. Hapet dera shtëpisë, hapet dera makinës, hapen dritat e dhomës. Për lehtësim, për shpejtësi dhe siguri. Këto 3 karemet, djathrat e çarkës i përdorin. Për të mirën tonë, kjo është kapaku pasaj, qershia mbi tort, për të mirën tonë, për të na lehtësuar jetën neve. Krijojnë problemin edhe vinë me këto zgjidhje pasaj. Shikon ti se është më mirë kjo që po inovacioni, këto modernizime që po bëjmë, se po ecim përpara burr. Nuk mund të jetojmë si dikur, jemi 2025-ën. Dhe jemi duke ecur përpara. Vendi i parë në Europë që të ndihemi dhe çik komod neve. Shikon se kanë bërë ata atje dhe neve shisa përpara jemi. Vetëm e qenë idiot me hongër këtë karem. Sepse e tham, na pikon çatia nga pafund vende, po na thot, do ju lehtësoj, nuk duhet pasaporta, ajo pas ka qenë problemi. Se ishte 700 kg pasaporta dhe mashim kuriz neve, edhe kështu që do e hidhni ti atë, e do identifikoni vetëm me fytyrën. Bravo, faleminderit. Ishte super zgjidhje. Tani ne do hajmë luk floriri, do flem të qetë në jetë të jetëve. Këtë po bëjnë ta. Digitalizimi. Kështu që uroj të kemi një ndërgjegjësim, të kuptojnë se ku po na çojmë, mos ta pranojmë aq kollaj këtë që po na sjellin. Merrni seriozisht, të paktën mendoni fëmijët tuaj o burr. Se do vinë në këtë jetë, dhe çfarë do gjejnë? Do lindin direkt në burg. Mi po lindja është liri alla, erdhën këto botë, i pajisur me një liri që ta ka dhënë i madhi, që ti ta drejtosh vetë jetën tënde. Ata do na thon pastaj jo alla, çfarë të drejtë ke ti e burr. Ta i përkisnin kohës mesjetare, ti duhet të kesh të drejta. Ti duhet të kesh vetëm një gjë në mendje. Bindje. Vetëm bindu, ti je ushtar alla. Mendoni kalamajt e juaj e burr. Do donit ju që ata të kufizoheshin nga ajo liri e brezave të mëparshëm siç e kena jetuar neve. Jam i 80-s atje dhe un kam pas atë lirin time, shkoja ku doja, bëj çfarë doja. Hanim atë bukur me sheqer atje, bëheshim karroca me guzhënjeta, sakatoheshim, vriteshim, boheshim. Aty do marrësh leje pastaj nesër pastaj që të dalësh apo. Po ndërtojnë ato qytetet 15 minutë. Imagjino më burr. Të dalësh ti nga shtëpia vetëm për 15 minuta. Të bësh ato pazaret e tua shpejt atje, e të futesh në kolibe direkte prap. Atë që po na thoshin deri dje me pandeminë që mos dilni nga shtëpia, atë do sillin prap. Këtë ka në kuadër kjo punë e qytetet 15 minuta. Që futu ti prap mrena. Mos na shofi dielli, mos kemi art pastër, mos kemi kontakt me natyrën, se po pe natyrën ti, mendja të shkon te Zoti që i ka krijuar gjitha këto. Ti rrezikon pastaj të kuptosh gjëra. Po ti s'do ti mendosh këto gjëra, do të jesh aty i brenda i mbyllur, që ti jetosh vazhdimisht në një trysni frike, në një trysni izolimi, që ti je komplet i fikur. Këtë do të sjellin. Mendoni kalamajt e juaj burr, do zgjohen në burg, do vinë në këtë jetë në burg. Do jetë vërtet i hapur, po do jetë burg. Se do jesh i kontrolluar, do thotë ai tjetri nuk po të shoh në linjë më burr, imagjino, nuk po të shoh në linjë. Unë duhet të di se ku je 24 orë. Ju duket normale kjo? Do ju pëlqej kjo gjë? Këtë po përpiqen të bëjnë tani. Me këtë që po sjellin. Edhe po ecin me hapa të nxituara. Kemi pafund probleme, edhe ai ka kaluar direkte, ja kaloi edhe Anglisë. Ja kaloi edhe Greqisë dhe vendeve të tjera europiane. Prandaj ai e tha edhe vet, vendi i parë në Europë. Në Europë, po. S'ka ndo masivero. Vendi eksperimental. Po është gjinofëllë, domethënë deri sot nuk kemi ngrënë mjaftueshëm dru nga të gjitha anët. Sa që i thua atyre të tjerëve që kanë emigruar, a do ktheheni? Po si kthehemi atje valla? Të palët tjera të interesuar që me demek shtiren, si pa e them shtiren, pa e them troç, siç e thënë ti pak më lart,
që janë kundër ti, ose që duke sikur bëjnë oponencë, pse nuk dalin të thonë këtë gjë Alex? I bie pastaj sikur të dalësh çka quhet ajo që shtron atë asfaltin në mbrojtje, atë ajo që ka atë rotacionin e madhe. Ruli. Ruli është quhet ai. Ruli i madh që ngjesh. Që e shëshon atë. Po. Po të majnë atë qëndrim që sapo the tani, i bie sikur të dalin përpara asajt. E din që do bëjnë një me asfaltin në atë momente. Do të shtypi ruli. Do i bëj pet direkte. Pse unë do sakrifikoj për këta tjerët budallënë, pse ta bëj unë, pse ajo pse ai që s'maron kur. Pse? Se edhe kërce. Po dikush do ta nisë edhe, dikush do ta thyj këtë barrierën, këtë psen. Po nuk kemi heroin. Nuk është askush gati për sakrificë. Edhe nëse është dikush që ka dhe këto qëndrimi që themi po diskutojmë ne këtu, nuk të lën të dalësh atje që t'japi një post drejtues, të marrësh timonën e një diçkaje. Se ky është i babindur valla, ky me këto mendime që ka, ky vjen komplet horizontalisht ndesh me ato që neve duam të kalojmë. Kush do t'japi mundësinë dalësh atje lart apo? Duhet të jesh komplet i shitur, komplet ti kesh çu pantallona deri poshtë që të bësh kryeministër, të bësh, që presidenti këtu s'ka si vlerë, edhe të kesh postë drejtuese, nuk ekziston. Nuk të lën njëri të shkosh atje. Hierarkia në çdo shkallë është e mbushur me hiena dhe ujqër. Nuk mund të kaloj delja qingjin midis tyre atje. Se do e hajnë, do e kollaborojnë direkt, ku shkon ti valla? Ti nuk je si ne. Ti me ato parime që ke i përket në një vend ideal, në një botë ideale. Po era këtë botën e kena zhyt në errësira, burr, kena zhyt e janë loshu gjitha egërsirat, e kanë kap nga gjitha anët, do sjellësh revolucion ti. Shko më dela, burr, shko me ndaj ishull, shko me ndaj mal atje, kullot. Kështu do të thon. Nuk të lën të çohesh. Nuk vlerësohet njeriu ky ka parime, ka ideale. Nuk i shërbet ti sistemi një njeri i tillë. Prandaj harroje se ka përtar në ndryshim kur në këtë vend apo kudo. Le ta mbulojnë atë në petkën e të drejtave. Amon kur e thon këtë fjalën e të drejtave, trazot stomaku direkte. Se përdoret shpesh. E të drejta, vend demokratike, këto me radhë, të gjitha hi syve më burr. Çdo gjë është e kontrolluar, çdo gjë është e kapur. Ju do bindeni edhe. Pik maroj, s'du me ja ditë fare, jeni çka keni, ja kanë vështirësuar dhe jetën njerëzve tani, edhe nuk guxojnë çiftet e reja të bëjnë fëmijë më burr. E vërtetë është. Kanë frikë, terrorizohen me këtë ide më burr. Nuk po them për këto Barbit që duan të bëjnë jetë Instagrami, ato janë kështu pastaj. Po them për familjet e njerëzve që të rinj që duan të krijojnë familje, që kanë marrë me seriozitet, e duan parimin e familjes, vlerat që ka një familje, nuk e bëjnë dot, se thon po si do ja dalë më burr. Çdo gjë është shtrëncuar, çdo gjë rritet për sa i përket kostos së jetës, edhe asnjë gjë nuk po përmirësohet. Tani unë marr kaq rrok thot ai, të dy palët, çfarë do paguaj më parë? Do paguajmë qiran, që ka vajt stratosferë. Shpin harroje se mund ta blesh. Është edhe ka, po është teje vështirë, vetëm po fillon me kredite që s'ke për t'i la kurrë. Ti je prapë i varur po nga këtë? Prapë i varur i bie. Tani, ne s'po ja dalin vetë si çift, duke paguar këto detyrime që kemi. Të vi dhe një fëmijë mes nesh tani, sa kosto do i dhe ai, se na duhet dhe një makinë, se duhet të lëvizim, se na duhet dhe çik mirëqenie. Tani të vi dhe një fëmijë, sa shumë do fillojmë të ngushtohemi neve për t'ia dalë. I kanë çu gjërat në një farë mënyre që mos të krijojnë familje. Është dhe kjo në kuadër të asaj që mos të shtohet njerëzimi. Familja është në top listën për të goditur që ta zgjesohet, ta humbasi komplet, të zhvishet si vlerë. Prandaj reklamohet dhe shumë kjo puna, martesa është si burg, unë aty humbas lirinë time. E reklamojnë shumë këtë pjesë, e godasin vazhdimisht me këto ide, lançojnë kështu gjëra kështu negative. Në kuadër të kësaj ishte edhe kjo që po na godasin me këtë lëvizjen e dylberizmit, edhe ajo është bomba bërthamore që godet familjen, se atje nuk ka vazhdim, nuk shtohen. Edhe këtu ku është mundësia për të shtuar, ta nxin jetën, edhe ti nuk të shkon menda që të shtohesh pastaj. Se ke frikë, si do ja dalësh? Kanë për të marrë qafë edhe fëmijët tu pastaj.
Kush po ja dalim neve, ç'a do i japun atit? Se ka goxha shpenzime dhe fëmija apo. Edhe do e mendoj shumë. Vështirësi mas vështirësish, problem mas problemit, edhe ai thot do udhëtoj me identitetin e surratit ton. Zgjidh këto probleme më vëlla, shtohet çik mirëqenën më burr, jetojnë njerëzit me dinjitet. Si është nxirr jeta, apo mendojnë a do i dali deri te 2 javë i parë i muajit. Zgjidhim problemet jetike më burr, gjërat më të prekshme, gjërat që i kemi për ditë. Ka po këto gjërat serioze. Shtohet çik mirëqenjen, rregullon ai gjë. Tu s'ka as parqe më vëlla, që ti ta nxjerrësh fëmin tënd të luaj, siç kena lut neve dikur. Ktu mbi pallatet, ai e thot për të liruar hapësirat, prish veshjen e lokaleve, sipërfaqja është aty një lloj, ç'a prish ç'a liroj ai, për zoj që liroj. Edhe këndim. S'ka zoj. Po, ato po ikin, po emigrojnë. Se thot tu s'rrihet vëlla. Ç'a është ky vend këtu edhe pemët po i djegin. Edhe mbi pallatet. Hapësira zero, nuk po fryllë më era. Edhe ky po na zgjidh anën e teknologjisë tani. Ajo është e mangut. Po praktikohet shumë ajo punë e ChatGPT-s tani, që të marrim këshilla edhe nga kompjutrat. Çdo gjë po na orienton te kompjutrat. Gjithë ato tjerë i kemi zgjidhur. Na duhet tani një udhëheqës kompjuterik. Na duhet një bish, na duhet një 3-6 që na komandoj tani. Na marri dhe shpirtin. Se su mjafton që ne kanë marrë gjitha, po na i marrin. Po jo, atë synojnë atë kanë synuar për vitesh. Me këtë që po bëjnë është e gjitha diçka e përgatitur para shumë vitesh. Siç e ka thënë edhe ai, paktën këtu në Shqipëri që ka thënë nuk keni parë asgjë akoma. Po kam përshtypjen kjo mund të ketë shumë vite që ka filluar edhe në botë, kjo pjesa e epoka e digitalizimit për të na futur në këto prangat e padukshme. Po, ka qenë prekosh ajo. Sa kohë mund të ketë? Këta tipat që komandojnë botën sot kanë të paktën 300 vjet që komandojnë. 300 vite për këtë ditë që po flasim sot ne. Po, që janë të njëjtat familje që komandojnë gjithë botën dhe kanë një agjent përbashkët. Kanë 300 vjet që po i bëjmë botës, po e çojmë botën aty ku duan. Ato listat, ato programin, ato agjendat i kanë pasur gati që atëre. Po nuk mund të lartësohen me një herë. Direkt se do kuptoj. Sepse do tremben, do ketë reagim, ato e kanë frikë reagimin. Prandaj po kujdesi që të na lidhin avash. Si ajo teoria, ja kam thënë edhe herë tjetër, ajo teoria Brettkosës. Nëse do ta zgjesh Brettkosën, e hundot e nxjerrë atje, mos e shti ujin e nxehtë direkte. Se do hidhet përpjet. Shti gradualisht, që mos ta marrë vesh. Këta tani kanë sillur gjërat ashtu që po e bëjnë aq avash, aq gradualisht, që ne mos të kërcejmë. Ku janë tani? Kanë futur Brettkosën brenda ata? Qësho? Po na kanë mbuluar me ata ujin e nxehtë tani. Po na kanë ngelur çik koka jashtë aty. Po, që të marrim çik. Ka mundësi tani me të kokën jashtë dalim ne? Po, se mund të bësh sa manovrimet lëvizjes ca gjërat, po të lëvizësh komët edhe duar që ta bësh një kështu edhe pa lëshohesh. Prandaj po sillin digitalizimin ata, që na i lidhin me ato pranga të padukshme ne themi edhe me shprehjen tonë, e lidhi kom me duar, që ti as atë mundsinë mos ta kesh pas që ti hidhesh përpjet, të dalësh. Prandaj thash, po arriti qëllimi, përpjet të hidhesh nuk del më dot pastaj. O Alex, për ta mbyllur tani, po si ka mundësi për nesër na kuptojnë Europën me këtë që po flasim. Duke lidhur me videon e fundit që patëm para një jave. Që okay, apo flasim po i themi të gjitha, po hasim vështirësi shumë për të analizuar njerëzit, thonë çan të pralla, çan të gjëra, çan të Po jo, ato më shumë. Ato janë kujdes edhe me pjesën e kësaj, kudo nëpër media flasin gjuhë tjetër, flasin këtë se çka ne lan shumë që në fillim të kësaj bisede. Atë se çka thot kryeministri, bombardohen mediat. Pse është i pari i këtij vendi, gjithë mediat do e mbështesin, do flasin. Atë fjalën e tij marrin parasysh po thonë dhe nuk do e shohin të aspektin tjetër. Po. Kjo që po flasim ne këtu duket si gjuhë e huaj. Duket jashtë rreshtave, jashtë linjës tyre për të kuptuar. Po mirë, Jo, duhet ta lidh me këtë, me pjesën e saj që zgjidhen ose zgjidhin e këmbëve dhe duarve dhe dalim nga ajo tenxherja me ujë nxehtë. Po. E Brettkosës. Mendoni vetëm këtë gjë, njerëz të dashur, se për ju po e bëj këtë, që po jo them të gjëra. Mendoni këtë gjë. Ashtu si gjithçka, kështu dhe kjo pjesë që po diskutojmë këtu. Dhe si puna monedës me ato dy anët që ka. Ajo që po dëgjoni nga ky i gjati që po ju paraqet dhe po ja paraqet bukur, ajo është njëra anë e medaljes. Këtu përpjekja modeste që neve jemi duke bërë këtu është ana tjetër e medaljes. Që ato kur s'kan për t'ja u thonë kur dalin televizor.
Që është çdo gjë e komanduar, atje duhet serviret bukur karemi. Por pika jonë që po bëjmë këtu është për të ekspozuar atë pjesë të karemit, atë krahun tjetër të medaljes. Tani që e dëgjuat, ata që e ndjekin rregullisht emision, peshojini çik gjërat edhe shikoni. Do ishte bukur të ndodhte ky aspekti që po parashtrojmë këtu? Si do ju duket? Një ardhmë e tillë. Me aq sa tham deri tani. Edhe merrni masat. Gjithmonë ka dy anë. Mediat nuk kanë për t'ju thonë asnjëherë anën reale të gjërave. Do ju thonë vetëm atë për të cilën paguhen. Të gjitha mediat paguhen nga paratë e qeverisë. Nga paratë e nga takspaguesit më saktë. Po ta shohësh gjitha kanalet janë të atij gjatit. Vetëm 1-2 janë që edhe ato 1-2 janë herë kështu herë ashtu, thjesht lëvizin për të çorientuar pak njerëz. Aty domethënë mos prisni të informoheni nga lajmet, nga televizori. Ajo kutia atje është për të hipnotizuar njerëzit. Fiksoheni mirë këtë, vëni vath në vesh. Kërkoni vet. Jemi në 2025, informacioni është vu. Ora kjo është paradoksi vërtet alla. Ka një super boom informacioni, shtyp mjafton të klikosh të shtypësh diçka atje të kërkosh. Edhe çuditërisht ekziston një super ignorancë e papame. Epoka e informacionit dhe e dijes jemi, ka arritur kulmet, skajet, edhe njëkohësisht është një ignorancë e papame. Si shpjegohet kjo? Kjo është e paralajmëruar, ëh? Domethënë që i keni parasysh, i keni aty, keni mundësinë të merrni vesh se çfarë ndodh. Po ju vendosni, t'jeni se ja bret koca bën anë nxjerrës atje dhe prisni sa t'ju mbuloj ai Winzet. Okej. Zgjidhja e secilit. Po si thua, Alex, ndërkohë nga mos reagimi i këtyre njerëzve, si kosto do t'jesh edhe ti, edhe unë. Po, ajo është dhe ai problem, se tani se bashkimi bën fuqinë, është ideja. Duke qenë se jemi pak veta që se jam unë vetëm valla, ka plot që në përbot që po këtu është po flasim këtu, po flasim në Shqipëri, flasim për këtë vendin tonë se duke lidhur me ato që thej pak më lart ti që ne do të jemi nga të parët që me këtë kryeministër që kemi me nismat që po bën ky domethënë që thotë do t'i bëjmë, jemi nga të parët që po kalojmë me hapa shumë më të mëdha se sa në botë ose në Europë. Dhe kam përshtypjen që edhe gjua jonë duhet ndryshoj pak, jo se për dal prapë ke ajo që themi gjithmonë, jo se ne duam të jemi ato flamurtarët e mëdhenj që themi që ndodhi kjo gjëra për nesh. S'po marrim guximin ta themi këtë, por realisht duke dëgjuar me shumë vëmendje, si rrallë herë nga herët e tjera që bëhemi bezisshëm duke të ngacmuar ose duke të pyetur, realisht jemi edhe ne pjesë e kësaj koste, si shteti, ti domethënë. Fëmijët e tu, të mi, të kujdo në të ardhme, nesër, fal të mos reagimit të shumë njerëzve, ose të këtij vendi, ose njerëzve të këtij vendi, po e ham edhe ne, po e han gjithë ne domethënë. Jemi pjesë e asaj të përgatitjes që do zë themel nesër pas nesër. Mos reagimi jonë, mos ndërgjegjësimi. Mos hapja e syve. Sepse tani ai tjetri mendon mos po mungon gjë, unë kam rregull gjonat e mia, kam rrogën, kam makinat, kam ato qefet, ato gjonat, po nuk është kaq jeta më valla, ka vazhdim, çfarë do i lesh brezave të ardhshëm. Edhe pastaj neve na mburremi me historinë, kemi luftuar, kemi bërë gjermanët, italianët, turqit. Po sot. Ata drishin me shpatë deri diella. Edhe luftoheshim në gjëra. Ne do mbajmë akoma Skënderbeun. Kemë mbajmë është patjetër, është. Po vinë edhe na ekcitojnë me çka ka ndodhur dikur aty na mbajnë. Si do ndjej Skënderbeu me këtë që po ndodh sot domethënë. Po, pushtimi tani nuk ndodh me shpata dhe me tanqe dhe me gjyle dhe me topa kështu valla. Tani pushtimi po vjen me teknologji. Këtë kuptoni më burr. Shpatat janë teknologjia. Nuk mund të marrësh pjesë më në thjesht të njifesh nga kjo botë, po nuk ju binde kësaj perandorisë të re globale që po përgatisin në emër të përparimit, inovacionit, modernizimit. Ky modernizim i famshëm që po na thon këta, është perandoria e re, skllavëria e re që po i sillin këtij njerëzimit. Është diktaturë digjitale, si kështu pëlqen ta them. Jo, ashtu është.
Ashtu është, para 2-3 ditësh një person që unë njoh që e kam në rrjetet sociale, e kishin bllokuar llogarinë e tij bankare për diçka shumë vogël. A ka lënë pa bukë. Po, shikon që po vërtetohen gjitha, do reagosh apo do shohë diçka që nuk shkon apo. Kupton se një mendon, logjikon. Kjo do na ndodhi ne të gjithëve nesër. Po. Dikujt në formë tjetër, dikujt në diçka tjetër. Nesër do të lidhemi. Kjo është ajo, këto po jepen do shenja që ne ndoshta i kemi thënë edhe më para, që vazhdojnë akoma na përqeshin, na tallin, na komentojnë e tjerë, do në gjitha format që na thon, po ndërkohë që ne po bien pre e kësaj gjëje, do. Ne po na fusin, po na lidhin pranga. Po, patjetër. Jo ato komentet po. Po këtë që po bëjnë tani këtë përpjekje tonë modeste, nuk do guxon ta bëjmë. Pse e kanë me të shkri jetën, e kanë vetëm një lëvizje të vetme, një buton. Ne i dorëzojmë jetën tonë, po ja dorëzojmë në duart e tyre për të na komanduar vetëm me një buton, me një aplikacion, me mouse. Vetëm me mouse, siç bëjmë ato lëvizjet tona kur jemi para kompjuterit, shkon filan Fisteku që njihet me këtë numër 744. Aty delete, klak. Shkon ti pastaj që shërbesh aty në një dyqan me një diçka që të marrësh ti shërbimin tënd. Thot zotëri dashur, ti ke vdek. Nuk më nxjerr sistemi emrin tënd, numrin tënd nuk figuron në sistem. Këtë po sjellim. Kuptoheni? Nuk do ju thotë ai gjati kurrë gjë, sepse ai është ushtar. Siç e tha atëre, o Fevzidha, po unë ushtari i thjesht jam më burr. Të ka ngel menjë. Është e papar më burr. Aty ngela kështu. Si ka mundësi më dha. Momenti më i sinqert i Gjatoshit. E tha, ajo është. Se unë e tha pas ta beson te njëri. O Alex, tani nga sot në episode të tjera them që do të jemi pak më drejt për drejt, do të gjejmë një formë tjetër. Unë vlerësoj shumë atë edukatën tate, sjelljen tate, është për të admiruar, por normalisht siç e ka thënë dhe ky gjati prapë domethënë. Që ky ka vë këmbën këtij vendi, shqiptarëve, neve, dhe ne prapë duam akoma më shumë. Ky popull do lunë valla, ky popull do të keq trajtosh, ti flasësh gjuhën që kupton. Prandaj edhe unë i mshoj kësaj gjëje që nes na kuptojnë dot njerëzit, kështu si po flasim valla. Nuk po na kuptojnë njerëzit. Po mirë. Edhe kam përshtypjen që do të më gjeti formë tjetër me u kthy njerëzve që të na kuptojnë, si ftesa, butësia dhe kjo mirësia, kjo edukata, gjithë kjo kulturë, gjithë kjo komunikim kaq bazike dhe thjesht për të thënë që zgjohuni, nuk ka efekt, s'ka rezultat. S'ka efekt. Po tani kaq kena në dorë të bëjmë tani brenda edukatës tonë do i përçojmë dhe mesazhe. Nuk e di a jeni dakord edhe ju apo jo, por gjithë ju që të paktën aq pak sa jeni që na kuptoni, që normalisht përshtoheni, por a jeni dakord që me këtë që thash unë apo jo? A duhet me gjeti formë tjetër që të themi njerëzve? Gjemi formë tjetër, të flasim siç duhet. Se s'po merremi vesh. S'po merremi vesh, flasim ne me gjuhën e këtij Gjatoshit, këtij sultanit, o mret, o figurë, o legjend, o njësh, o Zeus, o baba i kombit shqiptar, o Skënderbeu jon. Ti ai që menon më shumë se sa ne menojmë për veten tonë. Ne ka thënë që kështu zgjum pa menuar për ne. Po, na kalo kështu. Në emër për emër, gjithë para si ta zë gjumi. Aq orë, aq minuta sa flen domethënë. Na mendo të gjithëve ne. Një, dhe ka thënë, "Hore, ai Aleksi, si shkoi dita sot? A punoi sot? A hëngri sot? A ushqye? Jeton mirë, gëzon shëndet plot? A ka mendime negative? A po fleni i qeshur, i buzëqeshur? Çfarë ndryshe? Ç'është shqetësimesh ka ai? A ka rroba të veshi? A ka diçka në frigorifer që të ushqehet shëndetshëm? A ka bukë të haj? A ka stre? A ka gjërat? Derisa ka arritur në kulmin fare pastaj që për aq miliona shqiptarë që bëjnë 20 udhëtime brenda muajit nga Shqipëria në destinacione ndryshme të botës për të qenë më të lumtur dhe për ta pasuruar dhe jetën e tyre me shumë ngjyra që të jenë të lumtur. Ai mendon tani thotë që ju do të jeni parë në Europë që do të lëvizni lirshëm pa pasur një mjet identifikues si pasaporta thjesht me fytyrën tuaj. Meritoni, skanoni të gjithë, sepse kjo është në vaf për lehtësimin tuaj për t'ja thjeshtësuar.
Miq, ju përshëndes. Prandaj them gjithmonë që uroj që të jeni mirë, se po të jeni mirë, do të jemi edhe ne mirë dhe ne do të na gëzonte shumë mirësia juaj mendore, shëndetësore dhe bollëkun në mirëqenien tuaj të tejskajshëm në çdo lloj fushë tjetër ku do ndodheni për të përfituar sa më shumë nga kjo botë kaq e bukur siç është dhe e ka ndërtuar krijuesi, por po duan ta marrin tjerë në dorë. Ata që po e marrin në dorë, le mos ja bëjmë qefin atyre që do ta marrin në dorë. Kështu që është çështje edhe besimi, Alex, kam përshtypjen, është çështje edhe besimi se sa e besojnë njerëzit, se besimi kam përshtypjen lidhet edhe me pjesën e frikës. Njerëzit domethënë kanë filluar të besojnë këta njerëzit, po ke njerëzit, okay, kjo nuk do të thotë që ne duhet të besojmë tek njerëzit, po kanë krijuar besim tek Edi Rama, besojnë janë varë Edi Ramës shumë. Ma jep atë rrogën, ma jep atë më lejo të jetoj edhe 2 ditë, 3 ditë, 2 vite, 3 vite. Ta frymoj. Se për te varet oksigjeni im. Marrësh nga vitet tona. Kjo është që prandaj them njerëzit edhe kanë frikë të reagojnë se kanë ngatruar frikën. Po s'kan ngatruar vendin ku duhet pasur frikë, domethënë për të mos gabuar. Mendoj se po të gabosh për t'ju kthyer, pra po ti kthehesh Edi Ramës ose kujdo që është si Edi Rama, edhe ti tjetër që ishte dje ose ti që do të jetë nesër, i bie që kjo është frikë, pra po ti kundërshtohesh atij, po ti kundërshtosh atë, domethënë. Nëse njerëzit kanë besim te Zoti, frika zgjesohet automatikisht. Prandaj neve duhet ma kalu këtu me hir dhe pa hir, duke na quajtur vend laik. S'ka Zot këtu. Zoti jemi ne këtu në tokë. Jemi neve që kanë kthyer Edi Ramën Zot, kjo është ajo. Edi Ramën, një shtet tjetër kanë kthyer një tjetër. Ka kthyer Zeus pra. Miq, ju përshëndesim. Alex, falenderoj shumë. Është kënaqësi si gjithmonë dhe ciao. Ju pashim.